Ka momente në jetë që nuk i haron kurrë, momente që të ndjekin si hija, edhe kur ti nuk i kujton me vetdije. Ato janë atje, në frymëmarrje, në ëndër, në atë ndjesi të çuditshme që të kap pa pritur kur je i vetëm dhe nuk di pse ndihesh bosh. Unë e di mirë si ndjehet ai boshllëk, sepse e krijova vetë, me duart e mia, me vendimin tim, me atë natë të tmerrshme kur nënshkrova një letër dhe ndava 2 gjysmë të së njëjtës shpirt. Binjakët e mi, Drini dhe Bardhi, 2 fëmijë që lindën me disa minuta diferencë, që qanë njëkohësisht, që fjetën të ndërthurur me njëri tjetrin, që nga minuta e parë. Dhe unë isha nëna e tyre, nëna që vendosi t'i ndante. Nëse jeni duke parë këtë video tani, ju lutem ndaleni për një çast dhe shkruani në komente. Çfarë do të bënit ju në vendin tim? A do ta bënit të njëjtën gjë, apo do të kishit gjetur rrugë tjetër? Dua ta di sepse ajo pyetje më ka ndjekur çdo ditë të jetës sime. Por le të filloj nga fillimi, sepse kjo histori nuk fillon me ndarjen, fillon me dashurinë. Unë u takova me Agimin kur ishim të rinj, naiv dhe plot ëndra. Ai ishte djali që qeshte shumë dhe fliste pak, ndërsa unë isha vajza që fliste shumë dhe qante lehtë. Ishim të kundërt, por siç thon, të kundërtit tërhiqen. U dashuruan shpejt, u martuan shpejt dhe filluam të ndërtojmë një jetë bashk. Ai punonte, unë punoja, kishim një shtëpi të vogël por tonën, kishim planet tona, kishim dashurinë tonë. Apo ashtu mendonim? Sepse ajo që nuk e dija atëherë është se dashuria mund të jetë e sinqertë dhe njëkohësisht e pamjaftueshme. Mund ta duash dikë thellë dhe të mos jesh në gjendje të jetosh me të. Mund ta duash dikë dhe ta lëndosh në të njëjtën kohë. Agimi dhe unë filluam të largohemi dal ngadal, si 2 varka që kanë filluar nga i njëjti port, por kanë marrë rrugë të ndryshme pa e kuptuar. Filluan grindet e vogla, pastaj ato të mëdha. Filluan heshtjet, pastaj akuzat. Filluja i distancimi ftohtë që është ndoshta më i dhimbshëm se çdo grindë zëshme. Dhe pastaj zbulova se isha shtatzën. Lajmi erdhi si një rufe, jo si gëzim, edhe pse e kishte gëzim, padyshim, por si një pyetje e madhe, e pashpjegueshme. Çfarë do të thotë kjo tani? Çfarë bëjmë ne me këtë? Agimi u gëzua. Kishte atë gëzim sinqert të burrave që e shohin fëmijën si simbol shprese. Dhe unë u gëzua gjithashtu. Por njëkohësisht u tremba, sepse ndjeja që diçka ishte thyer mes nesh, dhe fëmia, sado i dashur, nuk mund ta ripaqësonte atë. Shtatzania kaloi me tension, kishte ditë të mira dhe ditë shumë të vështira. Kishte natë kur flinim krah për krah si 2 të huaj, kishte mëngjesi kur Agimi dilte pa thënë mirëmëngjes, dhe kishte momente kur unë uleshim në kuzhinë, mbaja barkun e madh me duart e mia dhe pyesja veten, ku gabova? Pastaj, erdhi ajo vizitë rutinet e mjeku, dhoma e bardhë, zëri i qetë i doktoreshës, ekrani i ftohtë i ultrashëndimit, dhe ajo fjalë, binjak. Jo 1, por 2. 2 zemra që rrahnin brenda meje, 2 njerëz të vegjël që po prisnin të vinin në jetë. Kur nuk kam ndjerë njëkohësisht aq shumë dashuri dhe aq shumë frikë. Agimi kur mori vesh, nuk foli për shumë kohë. Pastaj tha, do t'ja dalim. Dhe unë, doja t'i besoja ati, doja aq shumë t'i besoja nesh, t'i besoja asaj fjale të shkurtër. Por realiteti ishte ndryshe. Realiteti ishte se nuk kishim para të mjaftueshme, nuk kishim lidhje të mjaftueshme, dhe mbi të gjitha, nuk kishim besim të mjaftueshëm te njëri tjetri. Lindën në një natë shiu, Drini erdhi i pari, me atë klicëm të fortë që mbush dhomën. Pastaj Bardhi, disa minuta më vonë, me zëmë të qetë, por sytë e hapur gjërë si kur tashmë po shikonte gjithçka me kureshtëri. I mbajtëm të 2, i prekëm, qava unë, qau edhe Agimi, edhe pse ai nuk e pranonte lehtë lotët e tij. Dhe për disa ditë, jeta u ndal. Kishte vetëm ata 2 fëmijë të vegjël, ato fytyra identike, ato duar të vogla që kapnin gishtat e mi me forcë të çuditshme. Kishte vetëm ato zy të zinj që shikojnë në ty dhe të bëjnë të ndihesh si njeriu më i rëndësishëm në botë. Por realiteti kthehet, gjithmonë kthehet. 2 muaj pas lindjes, Agimi dhe unë kishim grindjen përfundimtare. Nuk do të hyj në detaje, sepse disa gjëra janë shumë intime dhe shumë të dhimbshme për t'u treguar. Por rezultati ishte i qartë.
Martesa jon ishte mbaruar, nuk kishte kthim prapa, nuk kishte pajësim, kishte vetëm pyetja e madhe. Çfarë bëhet me dy fëmijë të vegjël kur prindrit ndahen? Avokatët flejnë mirë kur ka raste si të uni. Këtë gjë e di mirë. Filluan diskutimet, filluan logaritmit e ftohta, filluan argumentet. Unë doja të dy fëmijët. Agimi donte të dy fëmijët, por situata jon financiare ishte ndërlikuar, apartamenti jon ishte i vogël dhe asnjëri prej nesh nuk kishte kushtet ideale për të rritur njëkohësisht dy fëmijë vetëm. Pastaj, erdhi ai propozim. Nuk e di kush e tha të parin. Ndoshta unë, ndoshta ai, ndoshta një avokat i ftohtë që shikonte veç se shifrat, por propozimi ishte çdo njëri merr nga një fëmijë, çdo njëri rrit të vetën, ndahen. Kur e dëgjova atë fjalë për herë të parë, ndjeva se diçka brenda meje u thye. Jo thjesht u lëndu, u thye si porcelani, e prerë dhe i pastër. Por pastaj, ditët kaluan. Mendova, logarita, shikova realitetin. Nuk kisha punë të qëndrueshme, kishim borgje, nëma ime ishte e sëmur dhe kisha nevojë të qëndroja pranë. Agimi kishte marrë ofertë pune në një qytet tjetër. Dy fëmijë njëkohësisht vetëm, ishte diçka që isha i sigurt nuk mund ta menaxhoja. Edhe kështu, vendosa. E di çfarë jeni duke menduar tani. E di, sepse unë vete mendoj çdo ditë, si mund ta bëj kjo, si mund ta ndaj ajo. Por ju lutem, dëgjoni deri në fund, sepse kjo histori nuk është e thjeshtë dhe të gjykosh nga ashtë gjithmonë është më e lehtë se sa të jetosh brenda. Drinin e mora unë. Bardhit i shkoi Agimi, dhe një mëngjes agushti, Agimi u largua me makinën e mbushur me gjëra dhe me djalin e tij të vogël, ndërsa unë qëndroja në prag me Drinin në krah dhe e shikova derisa makina u bë një pikë e zezë në fund të rrugës. Atë ditë, ndjeva se gjysma e hermësime po largohej me atë makinë. Dhe e vërteta e dhimbshme është se kisha të drejtë. Drini u rrit me mua, u rrit me duart e mia, me zërin tim, me aromat e kuzhinës sime. U rrit duke dëgjuar këngët që i këndoja natën kur nuk flinte, duke parë fillimisht botën nga dritaret e shtëpisë son të vogël. Ishte fëmijë i çuditshëm dhe i mrekullueshëm njëkohësisht. Kishte ato sy të mëdhenj të errët që ngjanin me yjet e natës kur i drisnin, dhe kishte një mënyrë për të parë njerëzit që të bënte ndihesh sikur ai po lexonte brenda teje. Fëmijët ndonjëherë kanë këtë aftësi, të shohin të vërtetat e fshehura, dhe Drini e kishte të zhvilluar si askush tjetër. Fëmijëria e tij kaloi në qytetin ku lindi. Kishim ndruar apartament, meshin një pak më të mirë kur situata ime financiare u stabilizua. Punova shumë, 2 punë ndonjëherë, 3 ndonjëherë, por kisha një qëllim të qartë, t'i jepti në Drinit gjithçka që meritonte. Jo luks, thjesht dashuri dhe qëndrueshmëri. Drini bëri pyetje për baban e tij shumë herët. Kjo ishte e pritshme. Çfarë nuk prisja, ishte mençuria e pyetjeve të tij. Mami, ku jeton babi? Dhe unë i thosha me zë të qetë dhe fytyra të pandryshuar. Babi jeton larg zemrës, por të do shumë. Por pse nuk jeton me ne? Sepse ndonjëherë të rriturit duhet të bëjnë zgjedhje të vështira. A e bëri ai gabim? Ky moment, ky pyetje, kur ta bën familja i vogël dhe të shikon me ato sy të çiltër, preson. Ti e di se çfarë duhet i thuash, por edhe e di se çfarë do të thotë e vërteta. Dhe ku e gjen balancën mes mbrojtjes dhe ndershmërisë kur bën fjalë për fëmijën tënd? I thoja, jo zemrës, ai nuk bëri gabim, ne vetëm nuk ishim të destinuar të jetonim bashk. Drini mendonte pak, pastaj kthehej te lojet e tij, por unë e dija, nga mënyra si pauzonte, nga i vendi vogël midis vetullave ku kishte filluar të formohet një rrudh shumë herët për moshën e tij, se pyetjet nuk kishin mbaruar, kishin vetëm filluar. Ai u rrit si djalë i qetë dhe i thellë, nuk ishte tipi që bërtiste dhe vraponte me shokët në obor, edhe pse bënte edhe këtë si çdo fëmijë, por kishte diçka brenda Drinit, një botë e brendshme e pasur dhe e çuditshme që e bënte të dallohej. Lexonte shumë, nuk ishte televizor të shumt, preferonte librat, vizatonte gjithashtu, fytyra të shumta, shumë fytyra të panjohura, si të jetë duke kërkuar dikë. Kjo gjë e fundit më bënte të shtrëngohem kur e shikoja. Pastaj filloi shkolla dhe Drini fluturoi, jo vetëm akademikisht, edhe pse ishte ndër të parët, por si person. Mësueset e tij vinin dhe më thoshin, ky djalë ka diçka të posaçme, empatia e tij është e pazakont. Miq kishte pak, por besnik. Shokun e tij të ngushtë, Klentin, e njihte që nga klasa e parë. Klenti ishte i kundërt i Drinit, zhurmë më madh, gazlindës, i pakujdesshëm, dhe ata dy bashk formonin një çift miqësor të bënte të buzëqeshësh.
Ishte Klenti ai që i tha Drinit një ditë me atë drejtësi brutale të fëmijëve. Po ti je si gjysmë njeriu je, të mungon diçka. Drini u kthye dhe pyeti, po ti, çfarë të mungon ti? Asgjë, tha Klenti duke qeshur, unë jam i kompletuar. Drini nuk qeshi, vetëm tha, e po unë jam gjithashtu i kompletuar, thjesht pak ndryshe. Por atë natë, erdhi tek unë ndërsa bëja darkën dhe ul në tavolinën e kuzhinës. E ndjeva pa kthyer. Ata që rrisin fëmijë njohin ndjersin kur fëmia ka diçka për të thënë. Mami, tha me atë zërin e tij të qetë, ndonjëherë ndihem si të kem humbur diçka, si të kem lënë pas diçka shumë të rëndësishme, por nuk di çfarë. A e njeh ti këtë ndjesi? Shpata më goditi drejt në zemër. Unë vazhdova të rrebulloja tenxeren, sepse nuk mund të tregoja fytyrën atij atë çast. Po thash me zë sa më natyral, ndonjëherë e ndjej edhe unë. Dhe çfarë bën kur ndihesh kështu? Pres, i thash. Disa gjëra zgjidhen vetë me kohën. Ai mendoi pak, pastaj tha, "I nëse diçka ka humbur dhe nuk di ku është, si e kërkon?" Nuk mund të flas. Golltita fort dhe thash, "Herëherë gjërat e humbura të gjejnë vetë." Kjo ishte e vërteta, edhe pse nuk e dija atëherë se sa shumë e vërtetë ishte ajo fjalë. Vitet kaluan, Drini u rrit dhe u bë adoleshent, pastaj u bë i ri. Vazhdoi të ketë atë natyrën e tij të reflektuese dhe të thellë. Filloi të interesohej për fotografi, kapte imazhe të njerëzve, sidomos fytyrash me atë kamerën e vjetër që i kisha bler si dhuratë. I thoja që kishte sy të artistit, ai thoshte që kishte syt atij që kërkon. Shkroi poezi ndonjëherë, i lexoni ndonjëherë kur isha lodhur dhe uleshim bashkë në dritën e llampës. Disa ishin shumë të bukura, disa kishin brenda tyre atë dhimbjen të fshehur që unë e njihja shumë mirë, dhimbjen e mungesës, e ndonjë gjëje të paemërtueshme. Por kurrë, asnjëherë nuk i tregova për Bardhin. Kjo ishte vendimi im, vendimi që e ritheksoja brenda vetes çdo herë që isha gati të flisja. Kishte shumë arsye, disa të arsyet shueshme, disa jo, por arsyeja kryesore ishte frika. Frika se si do ta merrte Bardhi, frika se çfarë do t'i ndodhte atij kur ta mësonte. Frika, e vërteta është, se si do ta shikonte ai mua, sepse si i thua fëmijës tënd, ke një vëlla binjak që nuk e njeh, sepse ne i ndam. Kjo fjali nuk ekzistonte në gjuhën e njeriut normal. Ndërkohë, larg në anën tjetër të vendit, agimi i rritej Bardhit. Nuk e di saktësisht si ishte ajo jetë në fillim. Kishim ndalur çdo komunikim real. Kjo ishte pjesë e marrëveshjes, e atij distance të dhimbshme që vendosëm mes nesh. Çdo herë dëgjoja diçka për Bardhit, vinte si eko i largët, fragmente informacioni në njerëz të njerëzve. Por shumë vite më vonë, kur gjërat ndryshuan dhe unë fillova të kuptoja diçka, morra një imazh të plot të asaj jete nga vetë Bardhi, me fjalët e tij. Bardhi u rrit me baban e tij në një qytet bregdetar. Agimi kishte marrë atë punën e re dhe kishte vendosur aty. Ishte ndryshe nga qyteti ynë. Ajri kishte erën e kripës, pemët ishin më të gjata dhe nyjet e tyre, rrugët ishin me gur të rrumbullakët nga uji i detit. Bardhi u rrit me diellin, me erën, me valët, me atë liri fizike që marini i jep fëmijëve. Agimi u bë baba i devotshëm, kjo e di, nuk dyshoj. Edhe me të gjitha të metat e tij si burr dhe si bashkëshort, Agimi ishte gjithmonë i lidhur me fëmijët. Por tani kishte vetëm një fëmijë dhe mbar dashuria e tij u derdh mbi Bardhit si lum. Bardhi u bë i kundërt i Drinit dhe i ngjashëm njëkohësisht. Fizikisht identik, kjo do ta shohim, por karakteri ishte formuar nga rrethana të ndryshme. Bardhi u bë djalë i hapur, i gjallë, i zhurmadh. Ku Drini kishte librat, Bardhi kishte detin. Ku Drini reflektonte brenda, Bardhi shprehej jashtë. Klithte kur ishte i lumtur, qante kur ishte i trishtuar, qeshte kur kishte qef dhe bërtiste kur kishte zemërim. Emocionet e tij ishin si valët e detit, të dukshme, të forta, të pafiltruara. Por edhe Bardhi, siç do ta kuptoja shumë kohë më vonë, kishte atë boshllëk. Edhe ai kishte pyetje, vetëm se pyetjet e tij morën formë ndryshe. Ai pyesti Agimin për mua ndonjëherë, jo shumë, por pyesti. Agimi i tregonte pak, se nëna e tij jetonte larg, se kishte punë dhe jetë tjetër. Nuk shtoja detaje, dhe Bardhi me atë natyrën e tij ekstroverte nuk kishte zakon të ulej me pyetjet e veta. I paraqiste, merrte disi përgjigjen dhe vazhdon. Ndryshe nga Drini, që i mbante pyetjet gjatë dhe i rrotullonte si gur i çmuar. Shkolla e Bardhit ishte ndryshme nga e Drinit, por suksesi i njëjtë, jo letrar, por sportiv dhe social. Bardhi kishte miq shumë.
Bardhi ishte ai djalë rreth të cilit grumbulloheshin të tjerët, jo sepse bënte gjëra të veçanta, por sepse kishte ato energji magnetike që njerëzit ndihen mirë pranë tij. Luante futboll me pasion. Agimi e mbushte me pajisje, e qonte në stërvitje dhe e shikonte nga tribuna me atë buzëqeshje krenarie. Ata dy kishin një lidhje të fortë, baba e djalë, që e ndërtuan me durim dhe kohë. Shkuan bashk në për aventura, mësuan të notisnin bashk, gatuanin ushqim deti bashk. Por kishte gjëra që Agimi nuk i tregonte Bardhit, siç kishte gjëra që unë nuk i tregoj Adrinit. Dhe ndër ato gjëra, e para dhe më e rëndësishmja ishte ekzistenca e vllaut binjak. Agimi kishte arsyet e tij, nuk i di të gjitha, por ato që i di janë njerëzore. Frika e gjykimit, frika e komplikimeve, frika se nëse Bardhi do ta dinte, do të donte të takohej, dhe ai takim do të hapte kutinë e Pandorës, do të rihapte plag, do të rikthente mua dhe atë ish martesë të dështuar, do të rikthente dhimbjen e ndarjes. Dhe ndoshta, kjo është ajo që besoj unë, ndoshta kishte edhe turp. Turpin nuk e pranoi askush, por e ndjejmë të gjithë. Turpi se kishim marr atë vendim, turpi se i kishim ndar atë çift binjak. Kështu Bardhi u rrit duke mos e ditur. Por trupi di gjëra që mendja nuk i di. Ndjensit nuk nevojiten informacion racional. Edhe Bardhi kishte atë ndjesi, jo aq të artikuluar sa e Drinit, por prezente. Kishte natë kur ndëronte njerëz të panjohur dhe zgjohej me mall. Kishte momente kur shikonte pasqyrën dhe ndihej si dikush po e shikon edhe nga ana tjetër. Kishte ditë kur pyesti Agimin, pa kuptuar pse. Babi, ndonjëherë ndihem si t'jem dy njerëz të njëkohësisht, a mund t'jetë kjo? Agimi qeshte dhe thoshte, ti je Bardhi, një njeri, dhe ai njeri më ka bërë krenar çdo ditë. Ishte një përgjigje e mirë, por nuk ishte e vërteta. Vitet kalojnë si ujë, ngadalë kur je brenda tyra, shpejt kur i shikon prapa. Dhe ndoshta kjo është mëshira e vetme e kohës, ajo të mëson të jetosh edhe me gjërat e papranueshme. Drini u bë i ri dhe u bë letrar. Nuk e ka të lehtë materialment, letrat nuk japin paga të mëdha, por kishte atë kënaqësinë e brendshme të atij që bën gjën e vet. Punonte në gazetë si fotoreporter dhe njëkohësisht shkruante. Kishte një apartament të vogël me dritare të mëdha. Kjo ishte qenë kërkesa e tij e vetme kur ishte gjetur atë vend, dhe mbushte muret me fotografitë e veta. Unë shkoja ta vizitoja çdo disa javë, rinim dhe pinim kafe dhe flisnim. Ai kishte mëngjesin e artistit dhe unë prisja me qetësi derisa ai zgjohej. Gatuaja si zakonisht, kuzhinën e njoh si shpinën e dorës sime, dhe të gatuaj për të tjerët është mënyra ime e të treguarit dashurisë. Dhe ai vinte i ngrohtë nga zgjumi me flokë të çrregullt dhe sytë ndej gjysmë të mbyllur. Ulej te tavolina dhe thoshte, ti je njeriu i vetëm nga i cili pranoi gatimin kur sëm zgjuar plotësisht. Kjo më ngrohte zemrën çdo herë. Por kishte diçka tjetër gjithashtu. Drini kishte filluar të pyesti për të kaluarën tonë, jo agresivisht, jo me zemërim, me atë stilin e tij të butë dhe të thellë. Pyesti për Agimin, pyeste si ishim ne dy bashk, si ishim hollësitë e jetës sonë të martesës. Dhe me kalimin e viteve, pyetjet kanë bërë rreth gjithnjë e më të ngushtë tek ajo pikë madhe qendrore. Pse u ndam? I tregova shumë. I tregova që nuk ishim të mirë bashk, që kishim diferenca thelbësore, që ndarjet shpesh janë si vdekjet, domosdoshmëri të dhimbshme. Por kisha gjithmonë atë ndjesi që Drini nuk ishte i kënaqur plotësisht. Si lexuesi mirë letrar, ai ndjente kur historia kishte boshllëqe. Ndonjëherë, tha një ditë ndërkohë fotografonte qytetin dhe unë ecja pranë tij, kam ndjesi se historia jon familjare ka faqe të munguar. A mund të jetë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Pyeta me zë sa natyral që mundesha. Nuk di, tha duke fotografuar një fëmijë që luante te ujëdhënësa. Thjesht ndjej si diçka të paplot, siç kur lexon një roman dhe kur arrin faqen e fundit, kupton se faqet e mesit janë prerë. E ngrira. Thjesht e ngrira. Dhe pastaj vazhdova të ecja dhe thash, ti ke prirjet artistike tepër të zhvilluara, ndonjëherë she simbole ku nuk ka. Ai qeshi lehtë, por nuk e besoi. Njëkohësisht, larg, Bardhi kishte jetën e tij, kishte mbaruar studimet, administrim biznesi, gjë praktike si vet ai, dhe kishte filluar të punonte në një firmë dregtare. Nuk ishte pasionanti i punës, por ishte i mirë në të. Kishte atë aftësi sociale që hapin dyer, dinte si të fliste me njerëzit, dinte si t'i bënte ata të ndiheshin mirë, dinte si të negocionte me buzëqeshje të sinqertë.
Agimi ishte plakur ndërkohë dhe kishte probleme shëndetësore. Kjo e kishte afruar edhe më shumë Bardhit. Bardhi kujdesej për të babin, shkonte shpesh, mblidheshin në përfundjavë, ishte ndjenjë fort familjariteti, ajo lidhje e ngushtë mes babait dhe djalit kur janë vetëm njëri tjetrit. Por Agimi po plakej, dhe plaket kanë mënyrën e tyre t'ja lodhur ndërgjegjin. Filloi të flasë gjëra që nuk i kishte thënë kurrë. Filloi të kujtonte, me zë, pa donin, si të fliste me veten, gjëra nga e kaluara. Bardhi dëgjonte, duke mos e kuptuar gjithmonë kontekstin, por dëgjonte. Një ditë, Agimi kishte shumë temperatura dhe Bardhi ishte ulur pranë krevatit të tij. Agimi fliste gjysëm i dehur nga mjekimet dhe gjysëm i vetëdijshëm dhe kishte thënë diçka të vogël si tek, që Bardhi nuk e kuptoi atë moment. Kishte thënë, shpresoj Drini të jetë mirë. Bardhi kishte ngritur kokën dhe pyetur, kush është Drini? Por Agimi kishte hyrë tashmë në gjumë, dhe fjalia mbeti pezull, si ajo lloj fjalie që nuk harrohet kurrë. Bardhi e shënoi atë emër në mendjen e tij. Drini. Kush ishte Drini? Çfarë kishte me babin e tij? Pse e kishte kujtuar pikërisht atëherë, në atë çast sëmundjeje, kur njerëzit thonë gjëra të vërteta? Por nuk pyeti atëherë, dhe ditët kaluan dhe kjo gjë mbeti si cop mozaiku pa pozicion. Derisa erdhi ai çast tjetër, muaj më vonë, kur Agimi ishte më i qartë dhe Bardhi e pyeti drejt për drejti. Babi, kush është Drini? Agimi kishte ngrirë, ishte i dukshëm. Pastaj kishte thënë, ku e more këtë emër? Ti e the kur ishe i sëmur, thoje, shpresoj Drini të jetë mirë. Kush është? Agimi heshti gjatë. Bardhi e shikonte. Dhe atëherë, babai i tij tha diçka të pabesueshme. Mos e pyet atë. Është njëri të kaluarës. Por kush është? Insistoi Bardhi. Nuk ka rëndësi. Kjo përgjigje, ajo nuk ka rëndësi, ishte gjithçka që Bardhit i duhej të dinte se kishte rëndësi. Njerëzit thonë nuk ka rëndësi, vetëm kur gjëja ka shumë rëndësi. Ishte një ditë e zakonshme. Kjo është gjëja që më habit ende. Sa shumë momente historike fillojnë si ditë të zakonshme. Asgjë nuk paralajmëron, asnjë senj nuk sinjalizon. Bota vazhdon me ritmin e vet dhe ti zgjohesh, bën kafen, vesh rrobat dhe nuk di se çfarë të pret. Drini kishte shkuar në atë qytet bregdetar për punë. Kishte një detyrë fotografike, reportazh për revistën ku punonte, diçka lidhur me traditat e peshkimit të zonës. Kishte marrë trenin e mëngjesit, kishte ardhur rreth mesdites, kishte kontrolluar tek hoteli i vogël ku qëndronte. Qyteti i kishte i pëlqyer menjëherë. Ky ndodhte me Drinin. Ai krijonte lidhje të menjëhershme me hapësirat. Sytë e tij gjenin bukurinë me shpejtësinë e kamerës dhe ajo qytet bregdetar kishte plot bukuri për të gjetur. Rrugicat e ngushta, muret e vjetra me ngjyra të zbehura nga dielli, fëmijët që vrapojnë me këmbë të zbathura më mbi gurët e rrugës, gratë e moshuara me veshjet e errta duke shitur peshk te tregu. Kishte fotografuar gjatë pasdites. Pastaj, kur dielli filloi të zbriste dhe ngjyra e tij u bë ai portokalli i ngrohtë i mbrëmjes, kishte vendosur të ulej pak në atë kafene afër bregut. E kishte vërë nga rruga, dera e saj e hapur dhe muzika e lehtë që doli nga brenda, erën e kafes dhe të kripës së detit të përzier, dhe kishte hyrë. Kishte gjetur tavolinë te këndi dhe kishte porositur kafe. Ishte i lodhur mirë nga ecja dhe fotografimi, por ishte ai lodhja e kënaqshëm, i plot, ati njeriu që ka kaluar ditën duke bërë atë që e do. Nuk e kishte vërejtur menjëherë. Bardhi ishte ulur 2 tavolina larg, me shpinë drejt tij. Kishte ardhur me kolegit e punës për një takim jo formal. Ishin 3-4 veta duke folur për punë dhe duke qeshur. Bardhi kishte atë qeshjen e tij të zëshme, të hapur, ajo qeshje që mbushte dhomën. Drini e dëgjoi atë qeshje para se ta shikonte. Diçka në atë zë, diçka e çuditshme dhe e pashpjegueshme, e bëri të ngrej kokën nga kamerat e tij. Ktheu kokën dhe shikoi drejt tavolinës nga vinte ai zë. Dhe atëherë, Bardhi ktheu kokën gjithashtu. 2 çaste, ndoshta 2 sekonda, ndoshta më pak, por ata 2 sekonda ndryshuan gjithçka. Ata dy shikuan njëri tjetrin dhe bota u ndal. Drini ndjente diçka si goditje elektrike nëpër trup. Fytyra që shikonte, ajo fytyrë, ishte e njohur në mënyrën më të thellë që mund të jetë e njohur një fytyrë. Nuk ishte si të shikosh dikë të njohur, ishte si të shikosh pasqyrën, ishte si të shikosh veten, por jo veten, dikë tjetër, dhe megjithatë i njëjtë. Bardhi kishte ndjerë diçka të ngjashme. Kishte ngrirë me gotën e kafes në dorë, me buzën e hapur për të vazhduar fjalinë që po thoshte,
dhe kishte humbur plotësisht fillin e mendimit. Kolegët e tij kishin dalur dhe po e shikonin, duke mos kuptuar çfarë kishte ndodhur. "Bardhi?" kishte thënë njëri prej tyre. "Çfarë ke?" Por Bardhi nuk dëgjonte. Shikonte atë djalë 2 tavolina larg, atë djalë me flokë si flokët e tij, me sy si sytë e tij, me hund, me gojë, me mënyrë sjelljeje, dhe ndihej si bota po rrotullohej. Drini ishte ngritur, nuk e kishte vendosur me mendje, këmbët kishin vendosur vetë, kishte marrë kamerën dhe kishte bërë disa hapa drejt atij. Pastaj kishte ndalur, duke kuptuar papritur sa absurde ishte situata. Çfarë do të thoshte? "Ndjes, ti duket si unë?" Çfarë gjë ishte kjo? Por Bardhi kishte bërë të njëjtën gjë. Ishte ngritur nga tavolina, kishte lënë kolegët pa shpjegim dhe kishte bërë disa hapa drejt Drinit. Pastaj edhe ai kishte ndalur. Ata dy qëndronin tani një 3 metra larg njëri tjetrit, mes 2 tavolinave, midis muzikës së kafes dhe zërit të detit që vinte nga jashtë. Dhe shikoheshin. Asnjëri nuk foli për disa çaste. Pastaj Bardhi tha, me atë zë që Drini do ta ndjente si eko e zërit të tij vet, "Unë kur nuk kam takuar dikë që të duket kështu", mbaroi Drini fjalin me zë të ulët. Heshtje tjetër. "Si quhesh?" pyeti Bardhi. "Drini. Dhe ti?" "Bardhi." Emrat shkuan në përajër dhe ranë siguri. Asnjëri nuk e dinte ende, nuk mund ta dinte, nuk kishte arsye ta dinte, por ata dy emra ishin zgjedhur bashk me dashuri nga e njëjta nën shumë vite më parë. Drini dhe Bardhi, njëri dhe tjetri, 2 gjysmat e një emri të madh. "Nga je?" pyeti Drini. "Nga këtu, nga ky qytet." "Dhe ti?" "Nga qyteti jugor. Kam ardhur për punë." Bardhi po studionte çdo centimetër të fytyrës para tij me ata sy shumë të mëdhenj. Ti je fotograf?" "Po." "Si e more vesh?" "Kamerën e ke në dorë", tha Bardhi, dhe kjo e bëri të qeshin të dy, me atë të qeshur që vjen nga tensioni kur gjithçka duket tepër surreale për t'u marrë seriozisht. Por qeshja zgjati pak, sepse asnjëri nuk e kishte harruar atë fytyrë para tij. Ulën bashk, gjë shumë e çuditshme për 2 të huaj, por ata nuk ndiheshin si të huaj. Kjo ishte e papërballueshme, dhe filluan të flisnin. Flisnin si njerëz që e kanë ditur njëri tjetrin gjithmonë dhe thjesht kanë qenë larg. Flisnin me atë lehtësi të çuditshme. Kolegët e Bardhit e lanë pas pak, duke shkëmbyer shikim mes tyre. Drini dhe Bardhi nuk i vunë re. Flisnin dhe zbulonin. Zbulonin se kishin të njëjtin gjest kur mendojnë, kalonin dorën nëpër flok nga e majta. Zbulonin se u pëlqente kafja pa sheqer. Zbulonin se kishin të njëjtin tip muzike, akustike, instrumentale, ajo muzikë që nuk ndërhyn por shoqëron. Zbulonin se të dy kishin pasur një ndjesi gjithë jetës, atë ndjesi boshllëku, atë ndjesi gjysmë gjëje. "Ke vëllezër apo motra?" pyeti Bardhi në një farpike. "Jo", tha Drini. Pastaj si korrigjim automatik, "Vetëm fëmia." Bardhi u sol pak. "Edhe unë, fëmijë vetëm." Shikuan njëri tjetrin. "Është e çuditshme", tha Drini me atë zë të tij analitik. "Sa shumë ngjajmë. Nuk e kemi takuar njëri tjetrin, por duket si e kemi kaluar gjithë jetën duke e njohur njëri tjetrin." Dhe pastaj qeshi, jo nga gëzimi, por nga ai hutimi i madh. "Kjo është gjëja më e çuditshme që më ka ndodhur. Edhe mua", tha Drini. Dhe pastaj Drini, me atë instinktin e fotografit, me atë nevojën për të kapur çastet para se t'i humbas, ngriti kamerën dhe pyeti: "Lejohet?" Bardhi qeshi dhe nguli krahun mbi tavolinë. "Fotografo." Drini fotografoi, dhe kur pa imazhin e ekranin e vogël të kamerës, diçka brenda tij bëri një gjë të çuditshme. Ndjeu mall. Mall i menjëhershëm, i papritur, i pa kuptimt, por i fortë, si të kishte parë diçka që i mungonte dhe nuk e dinte. Mbajti kamerën poshtë dhe nuk foli për pak kohë. "Çfarë ke?" pyeti Bardhi. "Asgjë", tha Drini. "Thjesht ndonjëherë fotografimi zbulon gjëra." Flisnin deri vonë, derisa kafeneja filloi të mbyllej dhe pronari i vjetër filloi të mbledh tavolinat e jashtme. Pastaj dolën bashk dhe qëndruan pak në rrugë, në një qiell të mbushur me yje me zërin e detit të afërt. "Do të doja të flisja sërish", tha Bardhi. "Nëse ke kohë ndërkohë që je këtu." "Natyrisht", tha Drini. Shkëmbyen numra telefoni,
gjë krejt normale, gjë që bëhet çdo ditë me njerëz të panjohur, por kjo nuk ishte normale, nuk ishte e zakonshme, dhe të dy e ndijenin, edhe pse asnjëri nuk e kuptonte pse. Kur u ndan dhe Drini eci drejt hotelit të tij, u kthye një herë. Bardhi ende qëndronte aty dhe e shikonte. Dukej si pasqyrë të lëvizshme, mendoi Drini, dhe pastaj e frenoi mendimin sepse ishte tepër i çuditshëm. Atë natë Drini nuk fleu mirë, ëndërroi gjëra pa formë, drita të bardha, zëra të njohur. U zgjua disa herë dhe qëndroi shtrirë në errësirë, duke dëgjuar detin dhe duke menduar atë fytyrë. Bardhi gjithashtu nuk fjeti mirë. Ai ktheu te shtëpia e Agimit, jetonte ende me baban e tij, dhe Agimi e priti zgjuar. "Vonuat," tha Agimi. "Takova dikë të çuditshëm," tha Bardhi. Agimi e shikoi. "Çfarë lloj çudie?" "Dikë që ngjan shumë si unë," tha Bardhi, dhe shtoi pa e ditur peshën e asaj fjale. "Quhet Drini." Agimi zbardhi. Bardhi nuk e vuri re me njëherë, sepse hynë në domën e tij. Por kur ktheu kokën, babai i tij qëndronte te korniza e derës me një fytyrë si i gurzuar, dhe buzët e tij lëvisnin pa zë. Të nesërmen, Drini u zgjua herët dhe doli për fotografime të mëngjesit. Kishte atë dritën e artë të orës së parë, kur dielli sapo ka prekur horizontin dhe gjithçka ka ngjyrën e mjaltit. Por edhe ndërkohë fotografonte, mendja i kthehet tek ai takim, tek Bardhi, tek ajo fytyrë. Kishte fotografuar shumë njerëz në jetën e tij. Kishte kapur fytyra të moshuarish plot rrudha me histori, fytyra fëmijësh plot surprizë, fytyra të dashuruar me atë zjarr të fshehur, por asnjëherë nuk kishte ndier atë diçka ndërsa fotografonte. Atë diçka ishte pa qenë. I mungonte fjala e saktë. Njohja? Jo, njohja nuk ishte fjala. Ishte diçka më thellë se njohja. Ishte ajo ndjesi kur gjen diçka që nuk dije se po kërkonte. Mesditën u takuan sërish. Bardhi kishte dërguar mesazh. "A je ende në qytet? Ka vend ku dua të tregoj." Shkuan te bregjet e vjetra, atje ku peshktarët e lashtë kishin lënë barkat e tyre të prishura. Bardhi e njihte çdo cep të atij qyteti, dhe Drini fotografonte me ato sytë e tij të gjallë. "E do fotografin shumë," vuri re Bardhi. "Ajo është gjuha ime," tha Drini. "Kur nuk gjej fjalë, fotografoj." "E kur nuk keni fotografi?" Drini qeshi. "Shkruaj. Kur s'kam asnjë gjuhë, qëndroj heshtje." Bardhi e shikoi me të vëmendje karakteristike dhe tha: "Ti ke shumë botë brenda, shihet. Dhe ti ke shumë botë jashtë, shihet edhe kjo." Ishin si dy anë të së njëjtës monedh. Kjo fjali kaloi në përmendjen e Drinit dhe e trazoi pa e kuptuar pse. Flisnin gjatë asaj pasdite. Drini tregoi për nënën e tij, për apartamentin me dritare të mëdha, për jetën e tij si fotoreporter dhe shkrimtar. Bardhi tregoi për baban, për detin, për punën e tij. Dhe në një farë pike, kur dielli kishte filluar të zbreste dhe ata po qëndronin te bregu me këmbët mbi gurët e bardh, Bardhi tha: "Babai im kishte temperaturë të lartë vitin e kaluar dhe deliroi diçka. Tha një emër." "Cilën emër?" tha Bardhi me atë qetësi të tij direkte. "Drini," tha. "Shpresoj Drini të jetë mirë." Drini ndjeu diçka të ftohtë në përkurriz. "Mbase njihen," tha Bardhi, por mënyra si e tha këtë mbase tregonte që nuk besonte. Por kur e pyeta, tha: "Nuk ka rëndësi, dhe ti e di se çfarë do të thotë nuk ka rëndësi." "Do të thotë ka shumë rëndësi," tha Drini ngadalë. Saktësisht. Heshtje e gjatë. Deti lëviste me atë ritëm të tij të përjetshëm, të pavarur nga dramat njerëzore. "Si quhet babai yt?" pyeti Drini papritur. "Jo me plan, pyetja doli vet." "Agimi," tha Bardhi, dhe bota lëvizi. Drini e dinte atë emër, nuk e dinte plotësisht, nëna e tij nuk fliste shumë, por e dinte. Agimi, babai i tij i largët, ai burr që kishte dalë me makinë kur Drini ishte ende shumë i vogël, ai burri i fantazëm në historinë e tij personale. Agimi. "Drini?" Bardhi po e shikonte. "Çfarë ke? Zbardhke." "Jo, jam mirë," tha Drini, por zëri i tij ishte ndryshuar. "Thjesht kam diçka me stomakun." Nuk ishte e vërtet, por nuk mund të thoshte të vërtetën. Jo ende, jo pa kuptuar vetë çfarë ishte kjo e vërtet. Natën kur u kthye në hotel, Drini qëndroi ulur në shtrat me telefonin në dorë dhe mendoi. Mendoi me atë mençurinë e tij analitike, me atë aftësinë për të lidhur pikat. Agimi. Babai i Bardhit quhet Agimi. Babai i Drinit quhet Agimi. Agimi njihte emrin Drini dhe e donte të mirë.
Drini dhe Bardhi ngjajnë sipas qyr. Kishte vetëm një shpjegim, por ai shpjegimi ishte aq i madh, aq i rënd, aq i papërballueshëm sa Drini nuk guxonte ende ta formonte me fjalë të plota brenda mendjes së tij. Mori telefonin dhe thirri nënën. Telefonata zgjati pak. Unë isha duke fjetur dhe u zgjova me atë zë të tij, qetë por me diçka të tensionuar prapa qetësisë. Mami, tha, ku ishte babai im kur isha i vogël? Drini është vonë. Ku ishte? Pauzë. Larg, e di këtë. Ku larg? Kishte marrë punë në qytet tjetër, e di këtë gjithashtu. Cili qytet? Unë ngriheva ngadalë nga shtrati, duke ndjerë atë ndjesi. Ajo ndjesi e ftohtë që të merr kur e di se diçka po vjen dhe nuk mund ta ndalësh. Drini, pse po bën këtë pyetje tani? Sepse kam takuar dikë, tha ai ngadalë. Dikë që quhet Bardhi, dhe babai i Bardhit quhet Agimi. Dhe Drini dhe unë ngjajmë sipas qyr. Heshtja ime zgjati tepër gjatë. Mami, Drini, mami, thuam të vërtetën. Ai zë i di, thuam të vërtetën, mbeti pezull mes nesh si diçka e gjallë, dhe unë ndjeva se toka nën mua po hapej, se ajo muri gjatë dhe i lartë që kisha ndërtuar me kaq shumë kujdes, me kaq shumë vite, po shembej gur nga gur. Drini, thash, dhe zëri im ishte i ndryshuar, edhe unë e ndjeja, i dridhur, i humbur, si zëri dikujt që po mbytet ngadalë. Drini, dëgjoma. Po dëgjoj. Dua të vish, dua të flasim ball për ball, jo telefon. Heshtja e tij. Pastaj, do të thotë se ka diçka? Do të thotë se ka shumë gjëra, dhe ti meriton t'i dëgjosh siç duhet. Huqi frym, e ndjeva atë frymarrje të thellë dhe të rëndë, atë frymarrje të njerëzve kur po përgatisin veten për diçka të dhimbshme. Drini, tha, do të vi pas nesër, duhet të mbaroj punën këtu. Mirë. Drini? Po? Cila do qoftë gjëja, do të doja ta dije se nuk jam i zemëruar ende, por dua të vërtetën. Mbyllëm telefonin dhe unë qëndrova ulur në errësirë me telefonin ende në dorë, dhe qava, jo me lot të zhurmshëm, me ato lot të heshtur, të thellë, që vinë kur ke mbajtur diçka brenda shumë gjatë dhe trupi nuk mund ta mbajë më. Kisha vitur se kjo ditë do të vinte. Çdo nën e di, çdo njeri që ka fshehur një të vërtetë të madhe, e di se fshehja nuk është humbje e gjurmëve, është vetëm shtyrje kohore. E vërteta ka jetën e vet, ecën vet, gjen rrugët e veta. Dhe tani po vinte drejt meje me këmbë të rënda. Ndërkohë, në atë qytet bregdetar, Bardhi kishte shkuar tek Agimi. Ishte vonë natën, por Bardhi nuk mund të flinte, e ndjente atë, dhe kishte shkuar te shtëpia e babait. Kishte gjetur Agimin akoma zgjuar, ulur te kuzhinë me një gotë ujë dhe syt e humbur diku larg. Babi, kishte thënë Bardhi duke ulur përballë tij, duhet të flasim. Agimi e kishte shikuar dhe kishte pasur atë shprehje, ajo shprehje e njerëzve kur e dinë se çfarë po vjen dhe nuk kanë ku të fshihen, shprehja e dorëzimit. Ai djalë, kishte filluar Bardhi, ai Drini që takova, babai i tij quhet Agimi, dhe ne ngjajmë si dy pika uji. Babi, çfarë po fsheh? Agimi kishte mbyllur syt. Kishte mbyllur syt dhe kishte hequr frym të thellë, atë frymmarrjen e të moshuarve kur barra bëhet tepër e rëndë. Dhe pastaj kishte hapur syt dhe kishte parë djalin e tij, atë djalë të cilin e kishte rritur vet, atë djalë të cilin e kishte dashur me mbar forcën që kishte. Dhe kishte thënë: Drini është vëllai yt. 3 fjalë. Nuk kishin nevojë për shtesa, nuk kishin nevojë për shpjegime paraprake. 3 fjalë që ndryshojnë një jetë. Bardhi kishte ngritur në këmbë, pastaj kishte ulur, pastaj kishte ngritur sërish. Kishte marrë gotën e ujit dhe e kishte vendosur me forcë mbi tavolinë, jo me zemërim, por me atë nevojë fizike që vjen kur nuk di çfarë të bësh me duart e tua. Çfarë? Kishte thënë, edhe pse e kishte dëgjuar qartë. Keni lindur bashk, binjak. Kur u nda me nënën tuaj, çdo njëri nga ne mori nga njërin. Ti u rrite me mua, Drini u rrit me të. Binjak? Përsëriti Bardhi. Fjala tingëllonte si e huaj, si fjalë e gjuhës tjetër. Unë kam një vëlla binjak. Po, dhe ti nuk ma the kur? Jo. Gjatë gjithë jetës sime, gjatë gjithë asaj kohe, ti e dije se kishte një njeri tjetër, vëllai im, dhe nuk mu the? Agimi nuk foli. Kishte mbaruar fjalët e tij, ato pak fjalë që kishte.
Çfarë mund të thotë babai kur djalit ka të drejtë të plot? Bardhi doli nga shtëpia pa thënë gjë tjetër. Doli dhe eci nëpër rrugët e natës, nëpër atë qytet që e njihte nga mënyra si e njeh shpellën e vet, çdo kthes, çdo hap, dhe ndihej si i huaj në të, si gjithçka kishte ndryshuar ngjyrë. Kishte një vëlla binjak, kishte gjithmonë pasur, dhe dikush kishte vendosur se ai nuk duhej ta dinte. Drini erdhi 2 ditë më vonë, siç kishte thënë. Unë e prisja me atë tension të njerëzve që presin gjyqin e tyre, duke u lëvizur pa qëllim nëpër shtëpi, duke bërë kafe dhe duke e hedhur, duke hapur dritaret dhe mbyllur. Kur dëgjova zilen e derës, ndalova të mbar, hodha frymën dhe hapa. Drini qëndronte te pragu. Kishte atë pamjen e udhtarit, pak i lodhur, fytyrë e parahur, sy pak të skuqur nga zgjumi i pakët. Por në ato sy kishte diçka tjetër, diçka e re, ajo pyetja e madhe, ajo pritshmëria, ajo gjakftësia e njerëzve që janë vendosur të dëgjojnë të vërtetën, edhe nëse do t'i lëndoj. Hyr, thaksh. Hyri, hodi çantën te koltuku dhe ul te tavolina e kuzhinës. Ajo tavolinë ku kisim kaluar gjithmonë bisedat tona serioze, si të ishte vendi i rregullt i gjykatës son familjare. Unë vendosa 2 kupa kafe dhe u ula përballë tij. Tregoma, tha thjesht. Dhe unë fillova. Tregova gjithçka, nga fillimi, nga martesa, nga problemet tona, nga lindja e tyre. Tregova atë vendim të tmerrshëm, atë mëngjes gushti kur Agimi kishte marrë bardhin dhe kishte dalë. Tregova vitet e kalimit, vitet e heshturisë, arsyet tona, arsyet që tingëllonin logjike kur i mendoja vetëm, por tingëllonin bosh kur i thosha me zë. Drini dëgjoi gjatë gjithë kohës pa ndërhyr. Kjo ishte tipike e tij. Ai dëgjonte si askush tjetër, me atë vëmendje të plot dhe fytyrë paluajtshme. Vetëm syt ndryshonin, thelloheshin, ngroheshin, ftoheshin, shikohej dhimbja duke kaluar përmes tyre si val në ujë të qetë. Kur mbarova, kishte heshti të gjatë. Kaq vite, thamë në fund, jo me zemërim, me atë habit të thellë e të qetë. Gjatë gjithë atyre viteve, unë kisha një vëlla, ai ishte gjithmonë atje, dhe unë nuk dija. Po, thash, nuk kishte reze në të shtesha. Ajo ndjesi që kisha gjithmonë, ajo boshllëku, ajo ndjesi e gjysmë gjëje, ishte ai. Besoj se po, thash me zë të thyer. Drini ngriti syt tek unë. Pse, mami? Pse nuk ma the kurrë? Dhe kjo pyetje e thjesht dhe drejt për drejt, ishte ajo për të cilën nuk kisha përgjigje të mirë. Kisha arsye, kisha justifikime, kisha ato ndërtesa të komplikuara logjike që vete kisha ndërtuar me vite. Por arsyet nuk kishin përgjigje. U friksova, thash me sinqeritet absolute. U friksova se si do ta merrshe. U friksova se do të dëmdoja edhe më shumë. U friksova se nëse të tregoja, gjithçka do të shpërbëhej. E jona, familja jone e vogël, jeta jone e dy. U friksova se do të më humbisje. Drini heshti. Pastaj, po ai, bardhi, edhe ai kishte të drejta dinte. Po, edhe ai ka jetuar me atë boshllëk. Po, kemi qenë 2 fëmijë të ndarë nga njerëz të rritur, që menduan se dinin çfarë ishte më mirë. Kjo fjali, e thën pa ton akuzues, me atë qetësi analizuese të tij, ishte ndoshta gjëja më e dhimbshme që dëgjova ndonjëherë, sepse ishte e vërtet tërësisht dhe plotësisht. Po, thash për herë të tretë, dhe pastaj thash diçka që e kisha mbajtur brenda si gur të rënd. Kërkoj falje. Drini, të kërkoj falje me gjithë shpirtin. Ai u ngrit, erdhi tek unë dhe bëri atë gjë të çuditshme dhe të bukur. Ul pranë meje dhe më mori dorën në duart e tij. Duart e tij ishin të ngrohta dhe të qëndrueshme, duart e djalit tim të rritur. Nuk jam i zemëruar me ty. Ende, ndoshta do t'jem, ndoshta jo, por tani nuk jam. Tani ndjej vetëm atë gjë të madhe, se kam vëlla dhe dua ta takoj. Ndërkohë, Bardhi kishte kaluar ditët e fundit në atë tension të brendshëm që është si gare e brendshme, me zemrimit dhe habitit. Kishte rrugëtitur shumë, në për Bregdet, në për rrugët e qytetit, në për ato vende ku shkonte kur kishte nevojë të mendonte. Deti kishte qenë gjithmonë vendi i mendimit, ajo hapësirë pa luftueshme, ajo horizonti pafundëm, atij e jepte perspektivë. Por këtë herë, deti nuk ndihmonte. Kishte pasur një vëlla gjithmonë, kishte qenë binjak me dikë. Binjak, jo vetëm vëlla,
por binjak dhe kur nuk e kishte ditur. Gjysma e tij biologjike kishte jetuar diku tjetër, kishte rritur ndryshe, kishte ndërtuar jetën e vet, dhe ata dy kishin gjetur njëri tjetrin rastësisht, si dy det rrym që rrjedhin paralel dhe ndonjëherë preket. Por me çfarë zemrimi nuk dinte kujt ia drejtonte. Babait? Po, kishte zemrim kundër Agimit, atë ndjesi tradhtie të thellë kur dikush që dashuron shumë ka fshehur diçka kaq të madhe. Nënës, ati gruaje të panjohur që kishte zgjendur të mbante Drinin dhe jo Bardhin, sistemit, jetës, fatit, por edhe mes asaj tërbimi, kishte diçka tjetër. Kishte atë gëzimi çuditshëm dhe i papritur. Ajo njohja se atë boshllëk kishte emër tani, sa ajo ndjesi e gjysmë gjëje kishte shpjegim. Kishte dikun atje, Drini, i cili kishte ndjerë të njëjtën gjë. Ata dy kishin qenë gjysma e njëri tjetrit pa e ditur. Bardhi nuk kishte kontaktuar Drinin pas asaj nate zbulimi. Nuk dinte çfarë të thoshte. Drini kishte dërguar mesazh një herë. A je mirë? Dhe Bardhi kishte shkruar, po, duhet të flas me baban, dhe kishin lënë gjërat aty. Por tani, Agimi e kishte thirrur. Kishte thënë se donte të fliste sërish, se kishte gjëra t'i shpjegoj. Bardhi shkoi. Agimi ishte plakur brenda atyre ditëve. Kjo vuri re Bardhi me dëmshuri. Ishte ulur me atë shpinën e tij të lakuar, me ato sy të lodhurit, por syt kishin diçka tjetër gjithashtu. Atë lehtësinë e çuditshme që vjen kur fshehja ka mbaruar, kur nuk ke nevojë të mbash më peshën e sekretit. Agimi tregoi gjithçka, versionin e tij të historisë. Tregoi martesën me nënën e Bardhit, tregoi problemet, tregoi lindjen e tyre dhe atë vendim të dhimbshëm. Tregoi arsyet, ato arsye që ishin njerëzore dhe të kuptueshme, edhe pse jo mira. Turpërohesha, tha Agimi në një farpike, me atë sinqeritet të moshuarve. Turpërohesha me vendimin ton, me çfarë kishim bërë, dhe me kalimin e viteve, ndjeha se nëse tu tregoja, nuk do të kishe si të kuptoshe, nuk do të ishe aft. Nuk kisha nevojë të kuptoja, kisha nevojë ta dija. E di tani, tha Agimi. Bardhi ndeni me atë në heshtje për pak. Pastaj pyeti, a e ka kontaktuar Drinin? Jo. Por nëna e tij, ish gruaja ime, më ka dërguar mesazh. Thot se Drini dëshiron të takohet me ty. Zemra e Bardhit bëri atë lëvizjen e çuditshme, si të jetë rrahur dy herë njëkohësisht. Kur? Pyeti ai. U morëm vesh nëpërmjet prindërve, gjë e çuditshme, e dhimbshme, si fëmijë që komunikojnë nëpërmjet të rriturve, edhe pse vetë janë të rritur. Por situata nuk kishte precedente, dhe ne të gjithë po lëviznim me ngadalë, provinin terrenin me çdo hap. Vendosëm të takohemi në qytetin e mesit, jo qyteti im, jo qyteti Bregdetit, por diku tjetër, neutral, si terreni i betejës kur dy anë bien dakord për armëpushim. Ishte Drini ai që propozoi. Qyteti X, kafeneja para afër stacionit, të shtunën. Bardhi kishte pranuar me atë shpejtësi të tij tipike. Bardhi vendoste shpejt, kishte atë tipar. Drini kishte marrë trenin e mëngjesit. Bardhi kishte ardhur me makinë. Ata nuk e dinin se si do të ndiheshin kur të shihnin njëri tjetrin këtë herë, jo si dy të huaj, por si dy njerëz që e dinin tani të vërtetën. Bardhi arriti i pari. Kjo ishte karakteristike, ai gjithmonë vinte herët, kishte ato nevojë për ta zotëruar hapësirën para të tjerëve. Ul te tavolina e jashtme, porositi kafe dhe priste. Kur pa Drinin duke ardhur nga drejtimi i stacionit, ndjeu diçka që nuk kishte emër. Ishte ai person, ajo fytyrë, por tani me peshë ndryshe mbi supe, jo fytyrë huaj, jo pasqyrë çuditshme. Vëllai, binjaku, pjesa tjetër. Drini e pa dhe ndaloi për një sekond, edhe ai po kalibrohej, edhe ai po provonte si t'i referohej kësaj takimi brenda vetes. U afrua dhe ulën përballë njëri tjetrit. Si ishe? Pyeti Bardhi. E vështirë, tha Drini sinqerisht. E tua? Edhe vështirë. Kafja erdhi dhe ata dy qëndruan pa folur për pak, duke mbajtur kupat dhe duke shikuar jashtë drejt rrugës, si ti ishte shumë intim të shikoheshin direkt, si çdo shikimi drejt për drejt kishte deri tani shumë stres që të zbulosh. Pra, binjak, tha Bardhi më në fund. Binjak, konfirmoi Drini. Kur nuk do ta kisha menduar. Bardhi ktheu kokën dhe shikoi me atë studiues karakteristik. E megjithatë, ndoshta duhet ta kisha menduar. Ajo ndjesia kur u pam, ajo nuk ishte normale. Jo, tha Drini, nuk ishte. Filluan të flisnin, dhe kësaj here biseda kishte peshë ndryshe, jo dy të huaj të rastësishëm me ngjashmëri të çuditshme, dy vëllezër binjak që po mësonin njëri tjetrin për herë të parë.
Çdo informacion kishte rëndësi, çdo detaj i jetës tjetër tingëllonte si copë puzzle. Drini tregoi për fëmijërinë e tij, për nënën, për librat dhe fotokamerat. Bardhi tregoi për detin, për baban, për futbollin dhe miqt. Dhe ndërkohë tregonin, gjenin gjëra, ato ngjashmëri të çuditshme midis dy jetëve krejtësisht të ndryshme. Ato tipare biologjike që nuk kanë nevojë për rritje të përbashkët, por janë aty megjithatë. Të dy kishin frikë nga errësira kur ishin të vegjël, por nuk ja kishin treguar askujt. Të dy kishin zakon ta mbythin muzikën kur ishin nervoz. Të dy kishin filluar të lexonin hartografit, harta të vjetra, misterioze, ato harta që tregojnë botën si nuk është më, pas një arsye të dukshme. Të dy kishin ndjerë gjatë gjithë jetës atë boshmëk të paemërueshëm. Bindja ime, tha Drini duke fotografuar gotën e tij të kafes, ai bënte kështu, fotografonte gjëra të vogla ndërkohë fliste, është se shpirtrat e njerëzve komunikojnë nëpërmjet kanaleve që nuk i kuptojmë. Ti ndjeje mua, edhe kur nuk dije se ekzistoja. Dhe ti ndjeje mua, tha Bardhi. Po. Bardhi mbështeti bërryllat mbi tavolinë dhe e shikoi drejt për drejt. A je i zemëruar me prindrit? Drini mendoi, me atë pauzën e tij karakteristike. Ndjej diçka, nuk e quaj zemërim akoma. Është ndjerë si pasoja e dëmit të gjatë. Kur goditesh me makinë dhe shkon te spitali, nuk je i zemëruar me rrugën, je vetëm i lënduar dhe duan të kuptosh çfarë ndodhi. Bardhi qeshi paksa, atë qeshjen e tij të Bardhit. Ti flet si shkrimtar. Jam shkrimtar. E po, unë do ta thoja ndryshe. Jam i zemëruar si djeg, por e tha me atë njohuri të vetes që e kishte Bardhi. Por zemërimi kalon, apo kështu them. Kalon, Drini. Gjithçka kalon, vetëm disa gjëra lën gjurmë. Qëndruan deri pas dite vonë. Kafeneja bëhej e zhurmshme rreth tyre dhe ata nuk e vinin re. Flisnin, heshtnin, flisnin sërisht. Ndonjëherë qeshnin, jo nga gëzimi pastër, por nga ajo qeshja e çuditshme e situatave surreale. Kur u ngritën të iknin, Bardhi tha: "Dua të takohemi sërish." "Gjithashtu," tha Drini. "Jo si dy të huaj, si vëllezër." Drini e shikoi dhe tha me atë zë të tij të qetë: "Kemi qenë gjithmonë vëllezër, sapo kemi mësuar emrat e njëri tjetrit." Javët pas asaj takimi ishin ndoshta nga më të vështirat, jo përse gjërat ishin keq, por përse ishin shumë të ndërlegjuara. Drini kthye te qyteti i tij dhe filloi të jetojë me atë të vërtet të re si me bari të ri dhëmbi, diçka e fortë dhe e nevojshme, por që kërkon kohë që të bëhet zakon. E thirra çdo ditë fillimisht, unë e nënës, atë telefonin e parë të mëngjesit. Ai merrte, flisnim pak dhe ndodhte kjo gjë. Bisedat tona ishin bërë ndryshe. Kishte ende ngrohtësi, kishte ende atë komoditetin e nënës dhe djalit, por kishte edhe diçka tjetër, një distancë të re, jo të ftohtë, por reflektive. Ai po riorganizonte historinë e tij personale dhe kjo kishte nevojë për hapësirë. Një ditë më tha: "Mami, të dua dhe do të duhem gjithmonë, por tani ndjej nevojë të kuptoj diçka. Kush jam unë kur historia ime është ndryshe nga ç'mendoja? Kush jam kur jam jo vetëm djali yt, por edhe binjaku i Bardhit?" "Je gjithë ato gjëra njëkohësisht," i thash. "E di," tha, "por kërkon kohë ta ndjesh, jo vetëm ta dish." Kuptova. Tërhiqesha pak, jo me zemërim, jo me lëndim, por me atë mirëkuptimin e nënave kur dinin se fëmia ka nevojë për hapësirë, jo largim. Bardhi, nga ana tjetër, kaloi në përfas tjetër. Ai ishte tipi që shprehte gjërat jashtë dhe ashtu bëri, ju la babit disa ditë heshtje, jo largim permanent, por atë heshtje me kuptim. Agimi e kuptoi dhe priti. Pastaj Bardhi u kthye dhe ata kishin atë bisedë të vështirë që duhet pasur. Agimi kishte thënë: "Nuk kam justifikim, kam vetëm pendes." Bardhi kishte thënë: "Pendesa nuk mjafton, por është fillim." Pastaj kishte shtuar diçka që Agimi ma tregoi shumë kohë më vonë, me lot në sy. "Gjëja e vetme që dua tani është ta njoh vëllain tim dhe të kem ty gjithashtu. A mund t'i kem të dy?" Agimi kishte klithur, atë klithmën e heshtur të rriturve dhe kishte thënë: "Po, gjithmonë mund t'i kesh të dy." Drini dhe Bardhi filluan të komunikonin rregullisht, fillimisht me mesazhe. Bardhi dërgonte mesazhe të gjata e të zhurmshme, plot emoji dhe ndjenja të papërfilluara, ndërsa Drini i kthente me mesazhe të shkurtra por të dendura, të plota me kuptim. Shpejt kuptuan stilet e komunikimit të njëri tjetrit dhe e gjetën balancën. Drini dërgoi Bardhit fotografi, nga qyteti i tij, nga rrugët ku kishte rritur, nga dritaret e apartamentit me dritaret e mëdha.
Bardhi i dërgoi video, nga deti, nga barka e vjetër e agimit, nga i mëngjesin kur ngrihet para diellit dhe del te bregu. Ishte si të shikoje dy botë paralele, të njëjta në thelb, ndryshe në sipërfaqe. Por kishte diçka tjetër gjithashtu, diçka që zhvillohej ngadalë dhe me kujdes. Ata po ndiqnin njëri tjetrin si vëllezër, jo si miq të rastësishëm, jo si dy njerëz me ngjashmëri kurioz. Vëllezër, dhe kjo fjalë, vëlla, sa herë e thoshin apo e shkruanin, kishte peshë tjetër, kishte ngrohtësi tjetër, kishte atë soliditet që vetëm lidhjet e gjakut kanë. Ndërkohë, unë dhe Agimi kishim pasur edhe ne atë bisedën tonë. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që flisnim, jo nëpërmjet mesazheve, jo nëpërmjet fëmijëve, por direkt. Telefoni gjatë, i vështirë, plot pauzë dhe heshtje. Si je? Kishte thënë Agimi fillimisht. Jam, kisha thënë. Dhe ti? Edhe unë jam. Kemi qeshur të dy, atë të qeshur të çuditshme të njerëzve me histori të ndërlikuar të përbashkët. Pastaj kishim folur seriozisht, jo me zemërim, jo me akuza, por me atë rritjen e njerëzve që kanë kaluar shumë vite dhe kanë pasur kohë të mendojnë. Kishim folur për fëmijët, për vendimin ton, për pendimin, për të ardhmen. Çfarë mendojnë ata? Kishte pyetur Agimi. Drini po përpunon, nuk është i zemëruar, por ka nevojë për kohë. Bardhi gjithashtu, por Bardhi është Bardhi, do ta shqiptoj gjithçka dhe pastaj do të lëviz para. Kisha ndjer diçka kur kishte thënë, Bardhi është Bardhi, atë intimitetin e babit me fëmijën, ajo njohje e thellë që vjen nga vitet e jetuar bashk, dhe kisha ndjer njëkohësisht diçka si gëlltitje e dhëmshme. Nuk e njohja Bardhin kështu. Nuk isha pasur ato vite, Bardhi ishte djali im biologjik, por ishte gjithashtu njeriu i panjohur. Dua ta takoj, kisha thënë. Heshtje e Agimit, pastaj, do t'i tregoj. Takimin me Bardhin e mora si përgatitje serioze, disa net pa gjumë, shumë mendime e rirrotullime, ata anksietetin e madhe që nuk të lë rehat. Se si i thuhet fëmijës tënd biologjik, jam nëna jote, kur ai fëmijë të njeh si plotësisht të huaj. Ardha tek qyteti bregdetar. E para herë që vija aty, ky ishte qyteti i tyre, jo imi. Agimi kishte thënë se Bardhi kishte pranuar të takohej me mua, por pa premtuar asgjë, pa premtuar ndjenja, pa premtuar mirëpritje. Kjo ishte e ndershme dhe e drejtë. Takimi u bë tek shtëpia e Agimit. Ky nuk ishte zgjedhja ime e parë, doja territore neutral, por Bardhi insistoi, nëse do të takohem me të, do të jetë në shtëpinë time, jo dikund tjetër. Edhe kjo ishte e drejtë. Kur hapa derën, Agimi e hapi derën, jo Bardhi, dhe hyra brenda, ndjeja zëmrën duke rrahur në gryke. Kuzhinë e madhe, dritare treve drejt detit, tavolina me kafetere dhe kupa, dhe Bardhi ulur me krahët e ndërkryqëzuar mbi brez, duke më shikuar. Ata sytë e njëjtë, ata sytë të thellë të errët, por shprehja ndryshe. Drini shikonte zakonisht me ata sytë çmuese, analitike. Bardhi shikoi me atë vëmendje e drejt për drejt, jo agresive, por plotësisht e pafiltruar. Shikoni si thot, po të shoh, të gjithë ty, mos u shfi. Mirdita, thash. Mirdita, tha ai. Zëri i tij, aq ngjashëm me Drinin, por gjithashtu ndryshe, pak më i thellë, pak më i çlirur. Agimi u largua me zgjuarsi dhe na la të dy vetëm. Isha mirënjohëse atij për këtë. Ula përballë tij. Prisja. Bardhi gjithashtu priste. Pastaj tha diçka që nuk e priste. Si je? Jo pse bëre, jo si guxove, jo pyetje akuzuese, thjesht si je? Me atë fjalë të thjeshtë dhe të ndershme të njeriut që di si sillet me njerëzit. E vështirë, thash me sinqeritet, por jam këtu. Mirë që je. Dhe kjo, ato 3 fjalë, më çorganizoi tërësisht. Kisha pritur shumë gjëra nga ai takim, nuk kisha pritur mirëseardhje. Qava, jo me plan, jo me dramaticizëm, thjesht qava, ato lot që s'mund t'i ndalesh kur mbi to ka pasur vite presion. Bardhi nuk lëvizi, nuk erdhi të më ngushëllonte, por nuk u ngriti ikte gjithashtu. Qëndroi dhe priti. Kur u qetësova, ai tha: "Dua ta kuptoj, jo ta akuzoj, por dua ta kuptoj vërtet. Do të tregoj gjithçka." Gjithçka? Jo versioni i bukur? Jo, versioni i bukur. Tregova. Gjithçka, siç i kisha treguar Drinit, por kësaj here ndryshe, sepse Bardhi ishte ndryshe. Drini dëgjonte me qetësi dhe bënte pyetje analitike. Bardhi dëgjonte me gjithë trupin, syt mbi mua gjatë gjithë kohës, duar mbi tavolinë, ndonjëherë kokën e shtrëngonte kur dëgjonte diçka të dhimbshme,
Njëja se ai po e absorbonte historinë si deti absorbon ujin, me kapacitet të madh pa rezistencë. Kur mbarova, Bardhi qëndroi i heshtur për shumë kohë. Pastaj tha: "E kuptoj. Nuk do thot se jam mirë me të, por e kuptoj." "Kjo mjafton," thash. "Jo, nuk mjafton," tha ai i qetë dhe me drejtësi. "Por është fillim." Pastaj bëri diçka që nuk e prisja. Ngriti gotën e kafes dhe tha: "Pi kafe me mua dhe tregon për Drinin. Si ishte fëmijë, çfarë lexonte, çfarë bënte kur friksohej. Dua ta njoh vëllain tim." Dhe unë, me lot ende në sytë e mi, fillova të tregoja. Tregova për Drinin e vogël me libra gjithmonë nën sqetull. Tregova për fotografitë e para që bënte me kamerën lodër. Tregova për atë mënyrë të tij të fshihet pas shpinës sime kur ishte frik, duke kapur fundin e bluzës sime me 2 gishta si kur ishte litar shpëtimi. Tregova për kureshtjen e tij të pashtershme, për pyetjet pafund, për ato natë kur nuk flinte dhe vinte tek unë dhe uleshim bashk duke parë yjet nga dritaraja. Drini dëgjonte me atë gëzimi trishtuar. Dëgjonte historinë e vëllait të tij, të atij njeriu me të cilin kishte ndar varkun e nënës dhe nuk kishte ndar asgjë tjetër. Edhe unë kisha frikë nga errësira, tha papritur. Kur nuk ja tregova babait. Po t'ja tregoja do të qeshte. A do të qeshte vërtet? Pyeta. Mendoj. Jo, ndoshta jo, por fëmijët mendojnë kështu. Drini gjithashtu nuk ja tregonte mua. E zbulova vet, rastësisht. Kemi qeshur, të dy njëkohësisht, atë të qeshurin e ndrojsh të njerëzve kur gjejnë gjëra të përbashkëta mes dhimbjes. Kaloi koha dhe Drini dhe Bardhi filluan ta zhvillonin lidhjen e tyre me atë ngadalësi dhe kujdes, si diçka e çmuar që nuk duan ta thyein. Kishte diçka të brisht në atë lidhje, jo sepse ishte e dobët, por sepse ishte e re, si bima e sapombir që ka rrënjë të forta, por kërkon kujdes derisa rritet. Drini shkoi të vizitonte Bardhin në qytetin bregdetar. Ishte hera e parë që shkonte me qëllim të qartë, jo për punë, jo rastësisht, por për vëllain tij. Bardhi e priti te stacioni autobusit, dhe kur Drini zbriti dhe ata u pan, kishte atë moment karakteristik të tyre. Ajo heshtje e 2 sekondash, kur vërteton se gjëja është e vërtet, se nuk ishte ëndër. Pastaj Bardhi e mori nga shpatula si njerëzit e din atë, jo si takim formal mes të huajve, por me atë ngrohtësi fizike të vëllezërve. Drini u ngortëso pak. Ai nuk ishte tipi ngrohtësisë fizike të menjëhershme, por pastaj u lërish. "Eja," tha Bardhi, "dua të tregoj vendin tim." Dhe tregoi. E mori në për çdo kënd të qytetit të tij. Atë tregon të vjetër me aromat e peshkut të kripës, atë rrugicën e ngushtë ku fëmijët luanin futboll me port të improvizuar, atë bregdet të vonës kur deti ndryshon ngjyrë nga blu shkatremi në të gjelbër të qetë kur dielli zbresin. Drini fotografoi gjatë gjithë kohës, kamera mbi sy, atë fotografimin e tij si frymëmarrje. Fotografon gjithçka, vuri re Bardhi. Nuk fotografoj gjithçka, fotografoj gjërat që nuk dua t'i humbas. Dhe çfarë po fotografon tani? Drini e shikoi. Atë. Fotografoi atë fytyrën e tij identike me një shprehje tjetër mbi të dhe tha: "Ty." Bardhi nuk foli, por buzëqeshi, jo atë buzëqeshjen e zakonshme të tij të gjerë dhe të zhurmshme, por diçka më të qetë, më të brendshme. Buzëqeshja e dikujt që ka marrë diçka pa e pritur. Atë darë këngën të shtëpia e Agimit. Ishte hera e parë që Drini e takonte baban e tij, atë burr të fantazëm të historisë vet. Agimi kishte plakur, kishte ato shpinë të lakuar dhe flok plotësisht të bardha, por kishte ende diçka nga ai burri i ri i fotografive që nëna ime kishte ruajtur diku thellë, diçka në sytë e tij, atë zjarri fshehur. Agimi dhe Drini qëndruan duet njëri tjetrit dhe asnjëri nuk foli menjëherë. Çfarë thua kur ke humbur gjithë fëmijërinë e dikujt? Çfarë kalo pas aq vitesh mungesë? Agimi tha: "Ti duke shumë si nëna jote." Pastaj shtoi: "Por syt janë ata të dy." Drini nuk i tha shumë Agimit atë natë, jo me zemërim, por me rezervën e tij karakteristike. Duhej kohë, duhej shumë kohë, por hëngri në atë tavolinë, me atë baba të largët dhe atë vëlla të zbuluar, dhe kjo kishte peshën e vet. Bardhi ndërkohë vëzhgonte gjithçka: Drinin, Agimin, mënyrën si ndërvepronin, me atë sy të tij ekspresiv. Ai kishte atë aftësinë e llojit të njerëzve me inteligjencë emocionale të lartë, ta mbjente dhimbjen e dhomës edhe kur askush nuk fliste për të. Natën, kur Agimi ishte tërhequr, ata dy vëllezër ulën te terraca e shtëpisë me detin para tyre.
Era ishte e lehtë dhe e kripur, yjet ishin shumë dhe të afërt si ato net brendetare. Si ndihesh? Pyeti Bardhi. Çuditshëm, tha Drini. Jam ulur me baban tim dhe nuk e njoh. E shoh fytyrën e tij dhe e njoh biologjikisht. Ka diçka familiariteti fizik, por njeriu prapa fytyrës është i huaj. Do t'i duhet kohë, tha Bardhi. Babi nuk është njeri i fjalëve, por është njeri i veprimeve. Kur do të shikosh si sillet, do ta njohësh. Ti e mbron, vuri re Drini. Jo me akuze, me kureshtje. E dua, tha Bardhi thjesht, edhe pse bëri gabime të mëdha. Dashuria nuk ka nevojë të jetë pa defekteve, vetëm duhet të jetë e vërtet. Drini e mendoi këtë, pastaj tha, edhe unë e dua nënën time, edhe ajo bëri gabime të mëdha. E di, tha Bardhi, nuk mendoj keq për të. Nuk e njeh mirë, jo akoma, por do ta njoh. Pastaj shtoi, duam t'i njohim të dy, vëlla. Ajo fjalë, vëlla, ishte hera e parë që Bardhi e kishte thënë drejt për drejt kështu, pa kontekst tjetër, thjesht si adres. Drini e dëgjoi dhe ndjeu diçka brenda tij që hapi si lule, jo me njëherë, por ngadalë, me kujdes. Po, tha, duam. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kjo do t'ishte gënjeshtër dhe kjo histori nuk ka nevojë për gënjeshtra. Kishte momente të vështira, shumë të vështira pas atyre ditëve të para të zbulimit dhe rigjendjes. Drini kaloi në fazë të ndërmjetme, atë fazë kur emocionet nuk janë të vendosura, kur mirëkuptimi intelektual dhe ndjesimi emocional nuk ecin me të njëjtën shpejtësi. Kuptonte me mendje pse kishin bërë çfarë kishin bërë, por kuptonte me zemër ndryshe. Kishte natë kur thërishte, jo të tjerëve, Drini nuk bënte kurrë kështu, por kishte natë kur shikonte fotografitë e veta të fëmijërisë dhe mendonte, ku ishte Bardhi atëherë, kur unë isha duke luajtur vetëm në oborrin e shkollës, ku ishte ai? Kur isha temperaturë dhe qaja natën, a e ndjente? Kur isha i lumtur dhe nuk dija pse, ishte ai arsyeja? Ato pyetje nuk kishin përgjigje të plota, dhe kjo ishte lloji i dhimbjes që nuk shërohet plotësisht, vetëm mësohet të jetohet me të. Bardhi nga ana tjetër kishte hyrë në lloj tjetër konflikti, ai i identitetit. Kush ishte ai tani? Ishte gjithmonë Bardhi, djali i Agimit, i qytetit bregdetar, i detit dhe futbollit, por tani ishte gjithashtu binjaki i Drinit, djali një nëne të panjohur, pjesë e familjes tjetër, ku fillonte njëri dhe ku mbaronte tjetri. Me Agimin kishte pas grindjen e madhe, atë grindje që duhet të ndodhte, atë largim të nevojshëm të birit kur baba ka lënduar. Ti vendose për mua, i kishte thënë Bardhit Agimit, me atë zë të ngritur që kisha dëgjuar vetëm një herë tjetër gjatë gjithë jetës së tij. Ti vendose se çfarë kisha nevojë të dija dhe çfarë jo, si kishe të drejtë. Nuk kisha, tha Agimi me atë qetësinë e fajtorit që e pranon. Ai ishte vëllai im, ishte vëllai im babi, dhe unë nuk e dija. E di. Ti e di, po unë nuk e dija, dhe kjo ndryshon gjithçka. Agimi kishte mbajtur atë kritik me stoicizmin e moshuarve, nuk kishte justifikuar, nuk kishte kundër argumentuar, kishte marrë çdo fjalë si të merituar. Pastaj Bardhi kishte dalë duke trokitur derën pas tij dhe Agimi kishte qëndruar vetëm në kuzhinë duke dëgjuar hapat e djalit duke u larguar. Por kjo nuk ishte fundi i tyre. Bardhi u kërthye, pas 3 ditësh por u kërthye, sepse edhe ky ishte Bardhi. Nuk mbante mëri të gjatë, uronte, shprehte, çlironte dhe më lëviste. Kur u kërthye, i kishte thënë Agimit, nuk do të jem gjithmonë i zemëruar, por do të ndihem i lënduar për kohë dhe dua që ti të jesh atje, edhe kur jam i lënduar. Mund ta bësh? Agimi kishte thënë, po, gjithmonë. Dhe kjo kishte qenë e mjaftueshme. Me mua, Bardhi kishte marrë kohën e tij. Nuk isha personi i thelbësor, kisha mungesën e madhe, kisha historinë, kisha biologjin, por nuk kisha vitet. Komunikoni me mesazhe fillimisht, ndonjëherë telefonata të shkurtra. Ai bënte pyetje për të kaluarën, për Drinin, për vendimin ton. Unë i përgjigjesha me sinqeritet absolute, pa filtr, pa versionin e bukur. Ai kishte thënë një ditë, faleminderit që nuk po gënjen, nuk kam arsye. Shumë njerëz kanë arsye dhe gënjejnë gjithsesi, kishte thënë ai. Gradualisht, shumë gradualisht, filloi diçka mes nesh. Jo ajo lidhja e nënës dhe djalit që kishte me Drinin, por diçka tjetër, e re, pa emër akoma. Ishte si ndërtim shtëpie mbi themel të zbrazët.
duhej punë, duhej kujdes, duhej vullnet nga të dy anët. Ishte Drini ai që propozoi iden. Ai gjithmonë kishte atë mënyrë të gjetur zgjidhjet e thjeshta pas mendimit të gjatë. Dua të jemi 4 bashk, unë, Bardhi, ti dhe Agimi. Jo për pajtim, nuk është nevojë për skenë dramatike, por dua të jemi 4 persona të rritur në të njëjtën dhomë njëkohësisht. Dua ta shoh atë. E dëgjova dhe ndjeva diçka midis frikës dhe lehtësimit. Frikës nga e qartë, lehtësimit sepse kuptova se Drini po e merr këtë si pronësi, po e ndërtonte vetë, po vendoste vetë kushtet. Kjo ishte shëndeti i tij emocional, duke punuar. I telefonova Agimit, kishte heshtje e gjatë dhe pastaj kishte thënë: "Nëse Drini dëshiron këtë, jam." Bardhi kishte thënë: "Kur?" Vendosëm takimin. Zgjodhëm qytetin bregdetar, sepse ishte territori i Bardhit dhe Agimit, dhe këtë herë doja që unë dhe Drini të ishim mysafirët, jo ata. Kjo kishte rëndësi. Shkova ditën e shtunë. Drini erdhi pas dite. Agimi ishte shtëpi. Bardhi na priste jashtë. Kur Drini zbriti nga autobusi dhe Bardhi e ba, ata dy u takuan si zakonisht, me atë komoditetin e fituar, vëllezërit e re me biseda e mesazhe. Por pastaj, i tre u afruan shtëpisë dhe Agimi qëndronte te pragu. Drini u ndal, Agimi u ndal. Bardhi dhe unë qëndruam pak me njan, si dëshmitar. Dy burra, babai i vjetruar dhe djali i rritur i panjohur, shikuan njëri tjetrin. Nuk kishte fjalë menjëherë, kishte vetëm atë shikimi, i gjatë, i plot, si fotografimi i vërtet kur nuk ke kamerë. Pastaj Agimi tha me atë zërin e tij ulët: "Ti dukesh si ti." Drini u zqeshi pakës. "Çfarë tjetër mund të dukem?" Dhe kjo e theu akullin, jo dramatikisht, por natyral, si akulli i pranverës që shkrihet ngadalë. Hyn brenda, u ulën rreth tryezës. Bardhi kishte gatuar, kishte bërë atë sup deti që bënte gjithmonë kur donte t'i bënte nder dikujt. Kuzhinë ngrohtë, aroma e detit dhe trumzës, drita e verdhë e llampës. Unë dhe Agimi nuk flisnim shumë me njëri tjetrin. Kishte akoma ato distanca, ato historia e ndërlikuar dhe ndërlikuar mes nesh, por ishim atje, dhe kjo kishte rëndësi. Drini dhe Bardhi flisnin. Ishin tashmë në atë fazë ku bisedat e tyre kishin rrjedh natyral, ku ndërhynin njëri tjetrin, ku qeshnin me gjëra të brendshme, ku kishin filluar të krijonin memorjet e tyre. Në një farpike Bardhi tregoi historinë e futbollit, një ndeshje të hershme ku kishte shënuar gol të papritum dhe kishte rënë duke festuar dhe kishte thyer këmborën e pantallonave. Drini qeshi, atë të qeshur që kishte, i qetë dhe i brendshëm, por i vërtet. Bardhi e shikoi duke qeshur dhe tha: "Kjo është hera e parë që dëgjoj të qeshësh kësish." "Qesh rrallë," tha Drini. "E di, prandaj e vura re." Atë moment të vogël mes kuzhinës me erë të supes dhe dritës së verdhë, ndjeva se diçka kishte ndryshuar. Jo dramatikisht, jo me klith ma polot, por kishte ndryshuar. 4 njerëz, gjithë historia mes tyre, gjithë dhimbja dhe fshehja dhe humbja, dhe megjithatë ishin atje, bashk, në të njëjtën dhomë. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që ndjeva diçka si paqe. Jo lumturi, jo heqje të gjitha problemeve, thjesht paqe, atë ndjesi e vendosjes, kur diçka ka qenë jashtë vendit shumë gjatë dhe tani ka gjetur pozicionin e vet. Pas darke, dolëm jashtë, të katërt, qëndruam te bregu. Deti ishte i qetë atë natë, me valë të buta dhe të rregullta. Yjet ishin të shumt. Drini ngriti kamerën dhe fotografoi të gjithë ne, Bardhit, Agimit, mua. Pastaj Bardhi mori kamerën dhe fotografoi Drinin me ne. Atë fotografi, ata disa fotografi të asaj nate, janë ndër gjërat më të çmueshme që posedoj. 4 njerëz te bregu, 4 njerëz me historinë e tyre të ndërlikuar dhe dhimbshme, por 4 njerëz bashk. Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë të bukur në fund dhe nuk ka skenat e mbylljes ku gjithçka vendoset perfekt. Jeta vazhdon me ato konflikime, pa vendosmëri, ditë të vështira dhe ditë të mira, 2 hapa para dhe 1 prapa. Por disa gjëra ndryshuan. Drini dhe Bardhi u bën vëllezër të vërtet, jo vetëm biologjikisht, por praktikisht. Vizitoheshin rregullisht, flisnin shumë. Bardhi shkoi të rrinte me Drinin disa javë dhe mësoi qytetin e tij, ato rrugë ku Drini kishte rritur, ato bulevard ku kishte fotografuar. Drini shkoi tek Bardhi gjatë verës dhe Bardhi e mësoi të notoj mirë. Drini nuk kishte në orë kurrë mirë dhe Bardhi e mori atë si mision personal.
Binjak Bregdeti nuk mund të mos notoj, kishte deklaruar Bardhi. Unë jam binjak qyteti, kishte kundërthënë Drini. Tani të dy, fillo të notosh. Kishte diçka e mrekullueshme, ata dy identik fizikisht, por kaq ndryshe, duke plotësuar njëri tjetrin. Bardhi i dha Drinit hapjen dhe zhurmën dhe atë guximin fizik të botës jashtë. Drini i dha Bardhit thellësinë dhe qetësinë, dhe ata aftësinë të ulesh brenda vetes dhe të dëgjosh. Klenti, miku i vjetër i Drinit, u takua me Bardhit dhe reagimi i tij ishte karakteristik. Kishte qëndruar duke i shikuar her njërin, her tjetrin, dhe kishte thënë, kjo është gjëja më e çuditshme dhe më e bukur që kam parë ndonjëherë. Shoku i ngushtë i Bardhit, Alban, ai djalë energjik dhe i zëshëm që kishte qenë gjithmonë afër Bardhit, kishte bërë diçka të ngjashme, por shprehja e tij kishte qenë, tani jeni dy bardh, bota nuk ka nevojë për dy bardh. Bardhi kishte qeshur. Nuk jam unë dy herë, ky është Drini. Ai është versioni im i kaluar nëpër filtr krejtësisht tjetër. Filtri i librave dhe heshtjes, kishte komentuar Albani. Saktësisht, kishte thënë Drini, duke fotografuar Albanin pa paralajmërim. Me prindrit, gjërat ishin më të ndërlikuara, siç është gjithmonë me të rriturit dhe lidhjet e thyera. Unë dhe Agimi nuk u bë miq të ngushtë, kishte tepër histori mes nesh për këtë, por gjetëm atë respektin e qetë të dy njerëzve që janë lidhur nga diçka e madhe dhe e ndajnë. Komunikonim kur duhej, ishim civilizuar, ndonjëherë edhe të ngrohtë, kaq ishte e nevojshme, kaq ishte e mjaftueshme. Drini e takoi Agimin disa herë të tjera, nuk bëheshin baba e birë njëkohësisht, nuk mund t'i zëvendësosh vitet e humbura me takime, por filluan të ndërtojnë diçka, atë lloj marrëdhënieje të posaçme mes dy njerëzve me lidhje biologjike, por pa histori të përbashkët të gjatë, diçka e brisht dhe e çuditshme, dhe megjithatë reale. Bardhi me mua gjithashtu shkuan ngadalë. Ai vinte ndonjëherë kur Drini ishte tek unë, fillimisht si vizita e vëllait, pastaj gjithnjë e më shpesh edhe vetëm. Uleshim dhe pinim kafe dhe flisnim. I tregoja historitë e jetës sime, jo për t'u justifikuar, por sepse ai donte të kuptonte. Ai dëgjonte me atë vëmendjen e tij direkte dhe ndonjëherë bënte pyetje që nuk i priste, pyetje të mrehta, pa diplomacizëm, por gjithmonë pa keqdashje. Ti e njëri i ndërgjegjshëm, më tha një ditë. E kuptoj këtë, por ndërgjegja pa veprim është thjesht vuajtje e kotë. A vepron tani? Po, mendoj se po, thash. Mirë, atëherë, kjo është gjëja e vetme që ka rëndësi tani. Ai kishte atë drejtësinë praktike, Bardhi, ajo mënyrë e shikimit drejt thelbit, pa u ndalur shumë te periferit, dhe kishte diçka shëruese në atë drejtësi. Kishte kaluar afërsisht një vit nga takimi i rastësishëm i Drinit dhe Bardhit, kur Drini bëri diçka karakteristike të tij, e shkroi gjithçka, jo si terapi private, jo si shënim personal, e shkroi si histori, si tregim. Ai bënte kështu gjithmonë me gjërat e mëdha të jetës së tij, i transformonte në art, sepse arti ishte gjuha e tij e vërdet. Teksti ishte i gjatë, disa faqe të dendura me atë stilin e tij, dhe e dërgoi më pas mua. Pastaj ja dërgoi Bardhit. E lexova dhe qava nga fillimi deri në fund, jo nga dhimbja, edhe pse kishte dhimbje brenda asaj teksti, por nga bukuria. Drini kishte arritur të kap diçka, atë ndjesinë e gjysmë gjëje, atë boshllëkun e paemërtueshëm, takimin aksidental, zbulimin, dhimbjen dhe më pas graduale dhe brisht, rindërtimin. E kishte kapur si fotograf kap dritën, duke zgjedhur këndin e duhur dhe duke pritur çastin e sakt. Bardhi e lexoi dhe dërgoi mesazh. Ti mund të jetosh me libra, vëlla, unë do të jetoj afër detit, por ne duam njëri tjetrin. Gjithsesi, Drini e ktheu, pikërisht, kjo është pika. Drini e botoi atë tekst, e solli tek revista ku punonte dhe ata e pranuan. Doli si reportazh personal, pa embra real, me fotografitë e Drinit, ato imazhe të marra gjatë atij viti, ato imazhe të dy qyteteve, dy jetëve, dy njerëzve identik me histori ndryshe. Reagimi ishte i papritur, njerëzit e lexuan dhe ndjen kishte diçka universale brenda asaj historie, diçka që prekte kurthën e thellë të çdo personi që ka ndjerë ndonjëherë se i mungonte diçka, se kishte boshllëk të paemërtueshëm. E vërtet, historia jon, na takoi bashk vëlla. Ndoshta pyesni veten dhe e kuptoj, unë gjithashtu e pyesja, nëse gjërat u bën normale, nëse u kthye në atë ritmin e jetës, nëse u bë kjo gjë diçka e natyrshme dhe jo diçka e madhe dhe e tronditshme. Dhe përgjithja është, po edhe jo.
Bëhej gjithnjë e më natyrale mes Drinit dhe Bardhit, ata dy po ndërtonin atë lidhje me çdo ditë, me çdo bisedë, me çdo vizitë. Bëhej gjithnjë e më zakonshme të ishin vëllezër, jo siç janë vëllezrit e rritur bashk. Ata kishin modelin e tyre unik, pa memorjet e bashkëfëmijërisë, me gjithçka tjetër, me atë njohje biologjike, me ato tipare të përbashkëta, me atë lidhje e thellë e padukshme. Bardhi filloi ta thëriste Drinin vëllai i librave. Drini e thëriste Bardhit vëllai i detit. Ishin lojra fjalësh, ishin identitetet e tyre shprehur me humor, ishin mënyra e dy njerëzve kur gjejnë gjuhën e tyre private. Por kishte gjëra që nuk u bën kurrë plotësisht normale dhe ndoshta nuk duhej të bëheshin. Kishte momentet kur Bardhi shikonte fotografitë e fëmijërisë së Drinit, ato fotografi të ruajtura prej meje, dhe heshte gjatë. Kishte momentet kur Drini e dëgjonte Bardhit duke treguar kujtime fëmijërie me agimin dhe kishte atë shprehjen e nëntë veçantë, jo zeliqar, por melankoli. Atë ndjesinë e atij që shikon jetën tjetër të vet, jetën alternative, atë degë rrugës që nuk mori. Nuk pajtohesh plotësisht me humbjen e viteve, e pranon, e integron, mëson të rish me të, por nuk e haron dhe nuk duhet të harosh. Drini shkroi një ditë në atë ditarin e tij, e lexova vetëm sepse ai ma dha vet, jo sepse e hapa fshehurazi. Binjakët janë dy njerëz të lindur njëkohësisht nga e njëjta burim, por nuk na duhen të njëjtat momente, të njëjtat vite, të njëjtët kujtime për të qenë binjak. Na duhet vetëm njëri tjetri. Tani kemi njëri tjetrin, kjo mjafton. E mbajta atë faqe, atë fjali, e mbaj ende. Por nuk mund të mbaroj këtë histori pa folur për diçka, për atë gjën që nuk mund ta ndryshonimi, sa do të donin, sa do mirëkuptim dhe pajtim të kishte. Vitet e humbura, ato vitet e fëmijërisë, adoleshencës, rinisë, ato vjet kur Drini dhe Bardhi u ritën pa njohur njëri tjetrin, kur nuk do t'i kthejmë ato, kur nuk do të ketë fotografi të përbashkëta nga shkolla fillore, kur nuk do të ketë kujtime të lodrave të ndara ose grindjeve fëmijërore ose zgjimeve të mëngjesit të Krishtlindjes bashk. Ato nuk ekzistojnë dhe nuk do të ekzistojnë. Dhe kjo plag, edhe pse shërohet, edhe pse bëhet e durueshme, nuk mbyllet kurrë plotësisht. Drini ma tha një herë me atë qetësinë e tij: "Nuk kam zemërim kundër teje, mami, por kam ndjesi nganjëherë si të kisha humbur diçka pa e ditur se e humbisja. Dhe kjo është lloji i hundjes që nuk ka vajtim, nuk di as çfarë të vajtosh, sepse nuk dije se e kishe." Kjo fjali, nuk dije as çfarë të vajtosh, e bart me vete çdo ditë. Bardhi e shprehu ndryshe, siç e priste, bëri ç'bëri dhe nuk mund ta kthesh mbrapsht. Mund ta ndreqsh pak, mund ta kompensosh pak, por nuk mund ta anulosh. Kështu është, ndaj nuk ka kuptim të harxhosh kohë duke menduar çfarë do t'i ishte. Ka kuptim vetëm të mendosh çfarë do t'i jetë. Dy vëllezër, dy filozofi, por të dy ishin drejt njëkohësisht. Unë dhe Agimi kishin pjesën e tyre të barësh, ajo barë nuk zhduket me pajtim. Vendimi ynë kishte pasoja të vërteta, të prekshme, të matshme. Dy jetë ishin ndryshe nga çdo të ishin. Dy njerëz kishin mbajtur boshllëkun e paemërtueshëm gjatë gjithë fëmijërisë, adoleshencës. Kjo ishte ndodhur. Kjo ishte ndodhur dhe asgjë nuk e ndryshon. Por ajo që ndodhi pas, ajo lidhje, ato takime, ato vëllazëri e ndërtuar ngadalë dhe me dashuri, edhe kjo ishte ndodhur, edhe kjo ishte e vërtet. Dhe ndoshta kjo, të mbash të dyja njëkohësisht, humbjen dhe gjetjen, dhimbjen dhe shërimin, është e vetmja mënyrë njerëzore e vërtet. E fundit herë që u takuan të katërt bashk, ishte gjatë dimrit. Bardhi kishte propozuar, kishte natyrën e tij iniciuese, dhe të gjithë kishin pranuar. Kësaj here u takuan tek unë, tek qyteti im. Bardhi dhe Agimi erdhën me makinë, kalonin 6 orë rrugë dhe u shfaqën tek dera me borë mbi xhaketat e tyre dhe fytyra të ngritura, por sytë të ngrohtë. Gatova gjatë gjithë mëngjesit, kishte diçka qetësuese në atë punë, atë lëvizje të njohur me tenxheret dhe aromatizuesit, si lutje pa fjalë. Drini vinte herët dhe qëndronte te kuzhina me mua, jo duke ndihmuar shumë, por gjithështjesht duke qenë aty, si zakoni vjetër i mirë. Kur mbërriti Bardhi dhe hyri, ai bëri atë gjën e tij karakteristike, mori ajrin e kuzhinës me thellësi dhe tha: "Ky është erë i shtëpisë." Drini e shikoi: "Ti nuk e qen këtu." "E di," tha Bardhi thjesht, "por ndjej kështu." Edhe Agimi hyri, e heshtur si gjithmonë por me atë prezencën e tij. Ai dhe unë shkëmbyem atë shikim të dy njerëzve me histori të gjatë. Shikim pa shumë fjalë, por me shumë shtresa.
ishte im burim, ishte babai i fëmijëve të mi, ishte pjesë e vendimit ton të tershëm, ishte larg shumë vite, ishte plakur, edhe unë kisha plakur, kishim pas jetë të ndara, kishim bërë gabime, kishin mbartur barën ton, por ishin fëmijët tan, ata fëmijë që kishim ndarë dhe që kishin gjetur njëri tjetrin, ishin të hëmtur, jo në mënyrën e filmave, jo pa plag, por me atë lumturinë reale të jetës reale, të varfrin, të pasurin, të ndërkomplikuar, por të vërtetën. U ulëm katër rreth tavolinës. Hëngëm, folëm, ose u munduan të flisnin, ndonjëherë me pengesa, ndonjëherë me lehtësi. Bardhi e bëri atmosferën të ngrohtë siç dinte. Kishte atë talent, ta bëj dhomën të ndihet si vend i sigurt. Drini e bëri bisedën të thellë siç dinte. Kishte atë talent, të ngrej pyetjet e vërteta me tone të qetë. Pas darkës, kur agimi u tërhoq të pushonte dhe shtëpia u qetësua, unë dhe dy bijtë e mi u ulëm bashk. Unë, Drini, Bardhi, te dhoma e ndenjës, me llambën e ulët dhe dëgjoni muzikën që Bardhi kishte vënë nga telefoni. Akustike, instrumentale. Drini vuri re i pari. Ti gjithashtu dëgjon këtë lloj muzike? Po, tha Bardhi, gjithmonë, kur dua të qetësohem. Drini qeshi atë të qeshur e tij të brendshme, edhe unë, dhe pastaj të tre qëndrua me atë muzikë mes nesh, dhe kuzhinën e largët ku po varej era e ushqimit, dhe borën që binte jashtë ngadalë e pa zhurmë. Ndjeva atë qastin, atë peshën e tij, atë vlerën e tij, dhe doja ta kapja si fotografon Drini, ta fiksoja, ta ruaja, por disa gjëra nuk kapen, disa qaste janë për t'u jetuar, jo për t'u ruajtur, janë si bora, ekzistojnë plotësisht ndërkohë bien, dhe kur prekin tokën, shndërrohen në diçka tjetër, po aq të bukur, por ndryshe. Bardhi ktheu kokën nga unë dhe tha, "Mami." Ishte hera e parë që Bardhi më thërriti kështu, jo emrin, jo ti, jo asgjë tjetër, "Mami." Atë fjalë të thjeshtë dhe rënd si mal. Nuk fola, nuk mund të flisnin. Ai vazhdoi, "Nuk do të thotë se gjithçka është mirë, nuk do të thotë se e kam harruar, por do të thotë se jam këtu." Dhe kjo, ajo fjalë e thjesht, "jam këtu", ishte gjëja më e madhe që kisha dëgjuar në jetën time. Drini nga ana tjetër e mori dorën time me atë qetësinë e zakonshme. Nuk tha asgjë. Ai nuk kishte nevojë të thoshte. Dorën e mbajti dhe kaq. Dy djemtë e mi, njëri nga çdo anë, njëri me zërin, njëri me heshtjen, njëri i Bregdetit, njëri i qytetit, dy gjysmat e të njëjtit shpirt, të rritur ndryshe nga bota, të gjetur rastësisht nga jeta. Bora vazhdonte të binte jashtë, muzika vazhdonte të ecte, dhe unë kuptova, me atë kuptim që nuk vjen nga mendja, por nga diçka më e thellë, se disa herë jeta të jep mundësinë e dytë, jo për ta fshirë të parën, ajo mbetet, gjithmonë mbetet, por për të shtuar diçka sipër, si shtresa e re dëbore mbi tokën e vjetër, të njëjtin vend, por me pamje tjetër. Ka gjëra që i di tani dhe nuk i dija atëherë. Di se ndarjen e fëmijëve nuk duhet ta bësh, sa do arsyet, sa do rrethanat, sa do i lodhur apo i dëshpëruar të ndjehesh, ka mënyra të tjera, gjithmonë ka mënyra të tjera. Dhe nëse nuk i shef, duhet të kërkosh dikë që t'i ndihmojë t'i gjesh, jo të marrësh vendimin e lehtë që duket arsyeshëm, por nuk është kurrë i drejtë. Di se fëmijët mbajnë gjëra që prindrit nuk ua tregojnë, mbajnë boshllëqet, mbajnë mungesat, mbajnë pyetjet e pashpjegueshme. Trupi dhe shpirti i fëmijës janë më të mençur se sa mendon prindi. Di se e vërteta, sa do e dhimbshme, është gjithmonë e preferueshme ndaj heshtjes, sa do e rehatshme. Heshtja jo mbron, shtyhet, heshtja jo shëron, grumbullon, heshtja, me kalimin e viteve, bëhet mur, dhe muret, ditë vjen, shemben. Di se dashuria nuk mjafton vetëm, dashuri pa drejtësi, pa transparencë, pa guxim për të vërtetën, është dashuri e mangët, por dashuri me të gjitha këto, edhe nëse vonon, edhe nëse vjen pas gabimeve, mund të ndërtojë gjëra të çuditshme dhe të forta. Di se fëmijët janë të fortë, shumë më të fortë se sa mendojmë. Drini dhe Bardhi, me gjithë dhimbjen e tyre, me gjithë boshllëqet e viteve, gjetën njëri tjetrin dhe ndërtuan diçka. Jo sepse ne, prindrit, bëm gjën e dukur, por sepse ata, vetë, zgjodhen të ndërtojnë.
Kjo më mëson diçka për fëmijët. Ata janë zakonisht më të mirë se prindrit e tyre, jo sepse janë të pagabueshëm, por sepse janë ende të paplotësuar nga historia e gjatë, nga akumulimi i pendimeve, nga peshu i vendimeve të vjetra. Shikojnë para me lehtësinë e të rinjve, edhe kur janë lënduar. Di gjithashtu, dhe kjo ndoshta është gjëja më e dhimbshme, se disa gjëra nuk kanë falje të plot. Ka falje të sinqert, ka mirëkuptim, ka pranim, ka vendosje me paqe, por falje e plot, ajo falja që fshin gjithçka, nuk ekziston në jetën reale, dhe kjo duhet të pranohet. Drini nuk ka fajsuar në mënyrë aktive, ai nuk është ai lloj njeriu, por ka ato momente, kam arritur të lexoj pas atyre viteve, që diçka kalon nëpër sytë e tij si re e lehtë. Ato momente janë pjesa e barrës sime të përhershme. Bardhi është hapur më shumë, ka shprehur, ka lëshuar, por edhe tek ai ka mbetur diçka. Ajo ndjesia e humbjes, ato vitet pa vëllan, ato fëmijëria pa gjysmën e vet. Kjo mbetet, ndoshta gjithmonë do të mbetet, por mbetet gjithashtu ajo tjetra, miqësia e tyre vëllazëris, ato biseda të vonës, ato muzika e njëjtë pa marrëveshje, ato fotografi të dy qyteteve dhe dy jetëve, ato shikimi e tyre kur qeshin dhe fytyrat identike bëhen edhe më identike. Mbetet ajo mbrëmje me Borën dhe mami i Bardhit dhe dora e Drinit. Disa muaj pas asaj mbrëmjeje e dimrit, mora paketë postare. E hapa dhe brenda gjeta dy zarfe. Njëri me shkrim të kujdesshëm dhe të vogël, njëri me shkrim të gjerë dhe të lirshëm. Njëri nga Drini, njëri nga Bardhi. Kishin vendosur si me marrëveshje, por pa e koordinuar. Kjo u mësua pastaj se vinte nga ato ngjashmëritë e tyre biologjike, të më shkruanin letër të njëjtën javë. Letra e Drinit ishte e gjatë dhe e dendur si gjithçka prej tij. Fillonte me fotografi. Kishte ngjizur brenda zarfit një fotografi të vogël, atë fotografi të asaj nate te bregu kur kishim qenë 4 bashk. Pastaj shkruante: Mami, ka menduar shumë se çfarë të shkruaj dhe kuptova se nuk ka formë perfekte. Kështu shkruaj thjesht. Fëmijëria ime kishte boshllëk dhe e dija, edhe pse nuk e emërtoja. Tani di si quhej. Dhe çuditërisht, ta dish si quhet boshllëku e bën më të durueshëm, jo sepse mbushet, por sepse e kupton. Unë e kuptoj. Nuk do të thotë se nuk kishte dhimbje. Kishte dhe ka, por dhimbja e kuptuar është ndryshe nga dhimbja e errët dhe pa emër. Faleminderit që je aty. Gjithmonë ke qenë aty, edhe kur situata ka qenë e komplikuar. Kjo ka vlerë. Drini. Letra e Bardhit ishte më e shkurtër, siç ishte ai, direkte, pa shumë shtresa, por kishte brenda atë forcën e tij karakteristike. Mami, edhe po, do ta vazhdoj ta them kështu, sepse ashtu ndjej. Dua të thuash diçka. Kur takova Drinin atë ditë në kafene, nuk dija çfarë po ndodhte. Dija vetëm se diçka nuk ishte normale dhe se nuk mund të largoheja. Tani e di pse. Ai ishte gjysma tjetër e meje, dhe ti je arsyeja që të dyja gjysmat ekzistojnë. Jo vetëm biologjikisht, arsyen biologjike e di, por sepse edhe pse bëre gjën e gabuar, e bëre me dashuri. Kjo e di. Dashuria e gabuar është akoma dashuri, dhe unë jam i lumtur që jam këtu. Bardhi. Mbajta ato 2 letra dhe qëndrova ulur gjatë, me 2 zarfet dhe atë fotografi të vogël, me Borën jashtë dritares, dhe ndjeva se diçka kishte kompletuar një rreth. Jo mbyllur. Rrathët nuk mbyllen, ata vazhdojnë, por kompletuar, atë kompletimi çastit kur pikat janë lidhur dhe imazhi ka marrë formë. 2 djem, 2 jetë të ndara, 2 boshllëqe të paemëruare, një takim aksidental, dhe pastaj, ngadalë, me dhimbje, me kurajo, ajo e vërteta e madhe e çlirimit. Binjakët e mi nuk din njëri për tjetrin, din tani, dhe ky tani, sado i vonë, sado i shtrenjtë, ka vlerën e vetë të pakrahasueshme. Disa herë, jeta të dërgon tek dikush nëpërmjet rastit, nëpërmjet një kafeneje të rastësishme, nëpërmjet zërit të qeshjes që kalon nëpër dhomë, nëpërmjet 2 sekondave të shikim që s'mund t'i shpjegosh. Ata 2 u gjetën, dhe kjo, ajo gjetja, ndryshoi gjithçka. Nëse kjo histori ju preku, shkruani në komente, çfarë do të bëni të ndryshe? Çfarë mendoni se duhet bërë kur jeta të sjell para vendimeve të vështira? Dua ta dëgjoj mendimin tuaj. Çdo histori e juaja ka vlerë.